Mbrëma të nderuar teleshikues të Radio Televizion Shqiptar dhe ju dëgjues të Radio Tiranës, po fillojmë podcastin tim, udhëtimin tim me figurat politikës, të teknologjisë, të jetës sociale, të jetës publike, po edhe me anonim, cilët kanë të thonë diçka, me një figurë që vjen nga bota politike, po në fakt edhe nga bota akademike. Ai është drejtuesi një partie të re, unë preferoj ta quaj parti të re, jo parti të vogël, siç është kjo terminologjia që përdoret rëndon në mediat e tjera. Nëse do të flisja si Albin Kurti, do përdorja tautologjit antilogjike ose antinomike, do thoja ka parti të reja që mbeten të reja, ka parti të reja që bëhen të vjetra, ka parti të reja që lindin të vjetra, ose ka parti të vogla që mbeten të vogla, por unë do të drejtohem Arlindit, duke qenë mbështetës vet i partive të reja, mbështetës publik i tyre, si drejtuesi një partie të re, pra i lëvizjes bashkë. Po. Kënaqësi do të që je me mua, bashkë me mua do të jetë edhe me ty në këtë udhëtim sot, do të jetë Oneda Skënderi, e cila është kolega ime, që ka studiuar drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin e Antwerpit ka një master, gjithashtu në drejtë ndërkombëtare. Kështu që biseda jonë do të jetë në këtë format. Është kënaqësi dhe për mua. Faleminderit për prezantimin, jam e lumtur që jam këtu sot dhe besoj se do të kemi një bisedë shumë interesante. Tani ka një pikë që është e përbashkët, më duket mes jush, që edhe ju keni qenë tek lëvizja studentore apo jo? Po, kam qenë shumë aktive. Edhe si e mbani mend Arlindin në atë periudhë? Unë mbaj mend që në fakt juve dhe aktivistët e lëvizjes për universitetin keni patur një rol shumë aktiv në këtë protest, që në fakt lindi dhe u zhvillua shumë vrullshëm ato ditët e para, por më pas u shua. Ndërkohë kemi rastin e Beogradit këto ditë, që studentët atje po protestojnë, po vijojnë fuqishëm me protestat e tyre, tashmë po kërkojnë edhe rrëzimin e qeverisë atje, ndryshimin e politikës atje. Pse mendoni se protesta u shua në Shqipëri, protesta e studentëve në fund të dhjetorit, dhe a mendoni se keni patur, a ndiheni përgjegjës për mënyrën se si përfundoi ajo protestë? Shiko, ka kaluar disa vite nga 2018, kështu që Tirana e 2018-ës dhe Beogradi 2025-ës nuk janë pothuajse njëjta gjë. Nga ana tjetër, të mos harrojmë që protesta e studentëve ka lindur për çështje në radh parë të arsimit. Do të thënë, kauza aty ishin arsimi, mbështetja e mangët shtetërore për arsimin. Sigurisht ato kanë qenë protesta historike në kuptimin e përmasave dhe të autenticitetit, por nuk ka ndodhur ndonjëherë që kaq shumë njerëz në mënyrë të pavarur, që nga viti 1990-1991 të jenë mbledhur për aq shumë ditë në Shqipëri. Sigurisht që si çdo zinxhir protestash, edhe ajo pati lindjen, rritjen, kulmin e vet dhe pastaj rënien e ngadalt. Ka disa faktorë pse ajo protestë u shua. Unë mendoj që parësor si faktor ka qenë ndërhyrja e partive të vjetra mes protestuesve, forume verinore të partive, të cilat bën ç'është e mundur që të vendosnin brenda protestës kontradikta të rrejshme. Nga ana tjetër, unë duhet të them se unë aso kohë dhe tani jam pedagog i Fakultetit të Shkencave Sociale, dhe në fakultetin ku unë ende jap mësim, studentët dhe pedagogët e kanë vazhduar grevën edhe një muaj më pas. Se besoj e mbani mend që në janar filluan një zinxhir grevash dhe bojkotesh të mësimit, dhe Fakulteti i Shkencave Sociale ka qenë i pari që i nisi ato zinxhire bojkotesh dhe i fundit që i la. Do të thënë, për një muaj rresht aty është bërë një asamble studentore që s'ka ndodhur ndonjëherë gjëkundi tjetër në Shqipëri, me aktivitete kulturore, artistike, po edhe me diskutime shumë të rëndësishme politike. Pra, në Fakultetin e Shkencave Sociale Spaku, i gjithë ky proces ka zgjatur pothuajse 2 muaj. Pra 10 dhjetori ka qenë protestat masive, pastaj janari kanë qenë, le të themi, këto tubimet edhe asamblet brenda universiteteve. Sigurisht që secili nga ne do donte që ajo protestë kishte më shumë sukses, po unë prap kam besim që studentët e të rinjtë në Shqipëri do të kenë raste në të ardhmen e afërt për të mbledhur aq shumë dhe për të arritur, le të themi, objektiva që shkojnë përtej arsimit. Nëse do përfshihem unë si tret, unë kam qenë pjesëmarrës, por nuk kam dashur asnjëherë që ta shpalos në ato protestat e vitit 90, grevën e urisë të studentëve. Ju nuk përmendët në atë krahasimin që bëhet midis Tiranës dhe Beogradit të çështjen e disa çështje në fakt. E para,
atë që është e përbashkët, që është legitimiteti. Pra studentët kanë legitimitet. Në momentin që nuk i përkasin një partie politike o disa partive politike, të vjetra, të reja qofshin, atyre legitimiteti tyre është gjithë përfshirës, apo është nuk origjinon nga politika. Dhe kur themi nuk origjinon nga politika, do më thënë që nuk ka afiliacion politik, nuk ka frymëzim politik partijak, kjo do ishte më saktë. Dhe studentët e Beogradit janë duke u përpjekur me çdo kusht që edhe të ruajnë legitimitetin, po edhe të mos afiliohen, të rreshtohen me ndonjë parti, apo aq më tepër me ndonjë kahje, majtë të djathtë. Ndoshta ky dështimi megjithëse ju përpoqet ta justifikon shuarjen me atë se fakulteti ku ju keni qenë aktiv edhe në drejtimin tuaj ju ishit modest, nuk ta që prej meje vazhdoi edhe një muaj asambleja, greva etj. Ndoshta ju nuk ishit gjithë përfshirës sepse keni dashur të jepni kahje të majt ideologjikisht, dhe kjo e ka bërë si thosh, kjo i ka larguar një pjesë të atyre studentëve që nuk identifikoheshin me të majtën, ndërkohë që Lëvizja e Beogradit, si thash, është përpjekur me sukses që të mos të marrin ngjyrim politik, ndoshta atje ka thirrje kundër Kosovës etj. Nëse mund të shtoj diçka, Lëvizja Bashkë është themeluar në dhjetor të 2022-shit, 4 vjet mbas protestave studentore. Aso kohë ne ishim një grup aktivistësh që përpiqeshin shumë për drejtat e studentëve dhe për drejtat e punëtorëve. Duhet pas parasysh diçka që në atë protestë menjëherë, po i thras kujtesën time ndim këtë moment, formacionet e vjetra politike kanë ardhur, janë futur dhe kanë tentuar ta devijojnë kauzën. Dhe po ju marr 2 shembuj. Menjëherë personat përfaqësues të rinisë studentore të Partisë Socialiste kërkuan ta kthejnë në një protestë kundër pedagogëve. Më kupton? Pra, sikur e gjithë ajo masë studentore kishte ardhur aty vetëm për të denoncuar pedagogët që abuzonin. Sigurisht ishte një pjesë e protestës edhe ajo, por nuk ishte ajo, le të themi, thelbi i protestës. Ndërkohë që nga ana tjetër, që ditën e parë, ata që vinin nga FRPD-ja, kërkonin që kërkesa e parë e studentëve të ishte të bjerë qeveria, më kupton? Të rrëzohet qeveria. Pa i lënë lëvizjes studentore kohën e mjaftueshëm për të rritur, për të pjekur dhe për të avancuar me kërkesa. Nga ana tjetër, të dyja këto parti na janë sulur ne aso kohë si aktivistë lëvizjes për universitetin, sepse kanë parë si një lloj sfide ndaj tentativës tyre për ta uzurpuar protestën. Ne kemi pas disa ide të thjeshta aso kohë si aktivistë lëvizjes për universitetin, që kërkonim shkollim publik, falasin shumë vende të Bashkimit Evropian, demokratizim të organizimit të jetës universitare, të drejta më shumë për studentët, anulimin e ligjit të arsimit lartë që ende sot është në fuqi dhe për mendimin tim është një nga faktorët kyç të degradimit të jetës universitare në Shqipëri. Gjithsesi, duhet pas parasysh diçka që protestat nuk janë asnjëherë një aktivitet ku ti ose fiton gjithçka ose humb gjithçka. Zakonisht revolucionet janë tilla që dalin njerëz në revolucion o fitojnë gjithçka o humbin gjithçka. Protestat janë si thua një zinxhir aktivitetesh masive dhe publike që mund të arrijnë pjesërisht qëllimet e tyre, në kuptimin e vetëdijësimit publik, mirëpo pastaj sigurisht kanë dinamikën e tyre, kanë shterjen e tyre, mirëpo gjithsesi lejnë gjurmë në mënyrë që të tjerë njerëz të frymëzohen. Dhe po ju marr një rast tjetër. Disa muaj më pas, ne na kanë thirrë në telefon minatorët e Bulqizës dhe kanë thënë, duan të bëjmë Bulqizë ne si minator diçka të ngjashme atë që bën studentët. Pra duan të bëjmë një grevë, po organizohemi një sindikat dhe kemi bashkëpunuar me ta disa vite rresht në organizimin e një sindikate të re. Sa punëtor ka Bulqiza? Aso kohë kishte në kompaninë që punonin ata Alpkrom, kishte diku të 600 minator, po të shtoj edhe këto kompanitë e vogla mund të bëheshin 1000, antarët sindikatës janë bërë menjëherë diku të 400 punëtor, ka pas goxha zhvillime, greva, sigurisht greva u shtyp menjëherë sepse pronari i njerëz aso kohë është njëri që edhe sot është njeriu më i pasur dhe më i pushtetshëm nga i pama ekonomike në Shqipëri, Samir Mane, ka pushuar nga puna disa prej minatorëve protestues dhe grevistë, dhe aty ka disa muaj ose protestat dhe grevat kanë zgjatur disa muaj. Mirëpo, as protesta e minatorëve nuk do ndodhte nëse nuk do frymëzoheshin ata nga protestat e studentëve. Kështu që ngjarjet në histori shërbejnë jo vetëm për objektivat e menjëhershëm që i arrin ose jo, por edhe për shembullin dhe modelin që lënë pas. Ju nuk më përgjigj në këtë që u thashë, ndoshta përpjekja juaj për t'i dhënë stamp ideologjike të gjithë
protestës në të gjithë fakultetet, ku kishte student me frymëzim të ndryshëm ideologjik, plural ideologjik, ndoshta ajo mund të ketë qenë një nga arsyet e dështimit. Me një fjalë, unë ja pranoj meritën që ju ishit, po themi, grupi më i zëshëm, më i artikuluar, ose numerikisht më masivi. Por, ama kjo përpjekje për ta uzurpuar, duke edhe në gjyrë të majt, ka bërë largimin e tjerëve dhe ka kriju hapësirë partive të vjetra që ndërhyjnë. Ky ka qenë paragjykim që ka lindur nga një fushat propagandistike që ka nisë nga partitë e vjetra kundër nesh. Ne kemi pas 4 vite e gjysëm protesta për çështje studentore, pra protesta dhjetori 2018 nuk ka qenë e para, ka qenë pas protestave të panumërta që kanë nisë në qershor të 2014-s, kur po përgatitej ligji i ri për arsimin e lartë, kanë vazhduar. Ju ishit pedagog atëherë. Aso kohë pedagog. Pa ju thoshin studentëve lëm mësimin tani dhe Jo, më thoshin studentët mua do lëm mësimin dhe jo vetëm si thua studentët që jepja mësim, po të gjithë studentët anë mban fakulteteve, kanë pas dalë në protesta dhe dilnin protesta. Zakonisht protestat nuk zhvilloheshin kur unë kam pasur mësim, nuk ka qenë ajo rastësia. Mirë po, vrulli ka qenë jashtëzakonisht i madh, ka qenë vitit 2014, 2015, 2016, 2017, pra ka pas një zinxhir protestash për të drejtat, jo vetëm studentëve, po edhe për mbrojtjen e universitetit publik, të cilat kulmuan në 2018. Dhe në 2018 ne si lëvizje për universitetit shkojnë ato protesta me një autoritet dhe me një reputacion shumë të madh, si i vetmi grupim universitar që prej vitesh fliste çështje për cilat në dhjetor filloi të flas e gjithë Shqipëria. Dhe kjo na bënte të kishim edhe një legjitimitet të madh në sytë studentëve. Tentativa për ta prish protestën nuk ka ardhur asnjëherë prej nesh, ka ardhur prej jo në mënyrë të pavetdijshme strukturave të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike që, siç u thash, kishin agenda të tjera dhe patjetër që në atë shesh ju nuk përpara objektivat e tyre. Po. Ju nuk përmendët LSI-n, domethënë unë nuk dua që të bëj kështu aluzione, domethënë që ju lidhni juve me LSI-n. LSI-ja donte të kishte rol. LSI-ja ka qenë gjithmonë një parti që ka qenë e ka patur organizime rinore, ka patur relativisht të fuqishme ose në një pikpamje relative dhe kishte aluzione atëherë se ju ishit mbështetur nga LSI-ja, domethënë nga Kryemadhja, nga Meta. Unë çfarë nuk kam dëgjuar për veten time. Arsyeja pse thua nuk e përmenda veç mas LSI-n aso kohë që ishin bashkë me PD-n, Lulzim Basha aso kohë me Monika Kryemadhin, Ilir Metën ishin bashkë me njëri tjetrin, kështu që kur them strukturat e PD-s ata aty ishin. Por gjithsesi në frontin ashtu quajtur opozitar, PD-ja unë shija dhe aty në protestë dominonte mes tyre tjerëve, këta ishin shumë të vegjël krahasuar me PD-n në strukturat rinore. Sigurisht që në Shqipëri ka një përpjekje nga rivalët tanë politik për të përbaltur aktivitetin ton, kur nuk gjejnë dot gjë ku të kapen, e shpikin kapsen, si më thënë. E krijojnë nga hiçi kapsen, edhe aty tentojnë të bëjnë një varje imagjinare. Unë besoj që në 14 vite aktivizëm kam dhënë prova të pakundërshtueshme dhe të përditshme të seriozitetit, ndershmërisë, koherencës edhe faktit që jemi kundër të keqjes në të gjitha format e trajtat e saj, kundër të keqjes politike, kundër të keqjes ekonomike, oligarkisë, po edhe kundër të keqjes mediatike, domethënë këtyre oligarkëve që dominojnë mediat edhe kontrollojnë mënyrën se informohet dhe formohet opinioni publik. Prandaj ndjeva atë me sa kënaqësi e pranuat ftesën nga drejtë televizioni publik. Pranoj çdo ftesë me kënaqësi, kam të rralla zakonisht. Por ka një të keqe, domethënë megjithatë për të ngelur te fusha e akademisë, ka një të keqe që megjithatë nuk ka ndryshuar. Me gjithë këtë aktivizmin tuaj të shkëlqyer 14 vjeçar, që është sistemi universitar shqiptar, i cili është i prapambetur, i cili është i fokusuar tek shpenzimet e mëdha për qëllime logjistike dhe vazhdon të komandohet nga nga një grup njerëzish të cilët edhe kur i mbarojnë mandatet ja lënë trashëgim ca grupeve të tjera të njerëzve ose të individëve në fakt. Dhe nuk vëre, domethënë që ajo betejë juaj, kauza juaj të shndruar kauzë përgjithshme dhe të sjellin ndryshimin e sistemit. Një nga gjërat që kemi kërkuar ne për ta ndryshuar sistemin. Ndërkohë ju vazhdoni të jeni pedagog në Universitetin Publik. Po. Ka qenë në rritja e peshës së votës studentore. Se kemi bërë një analizë të tillë, numri pedagogëve shumë i pakët krahasuar me studentëve dhe
ekziston mundësia që midis pedagogëve dhe drejtuesve universitar të ndërtojnë lidhje të forta klienteliste, tarafe e gjëra të natyre. Dhe në këtë kontekst na duhej fryma e studentëve që janë të pavarur, shumë të pavarur se pedagogët, për të ndërhyrë në jetën dhe në organizimin e punën në universitet. Ajo që ka bërë ligji arsimit të lartë që e ka zhbërë pothuajse tërësisht peshën i pjesëmarrjes dhe të votës studentore dhe kësaj i ka forcuar tarafet brenda Universitetit të Tiranës. Ose universitetet publike në përgjithësi, jo vetëm Universitetit të Tiranës. Ajo që thatë ju është e vërtetë më që në universitetet publike shpenzohet shumë më tepër për një infrastrukturë që edhe nuk na duhet më aq shumë. Pse? Për rrethime, për roje, për Po jo vetëm për këtë. mobilje. Numri i studentëve në universitetet publike sa vjen e bie për shkak të emigrimit masiv të rinjve. E prapë në shumë universitete publike shtohen kapacitetet e godinave. Pra, nëse para 15 vjetësh ne s'kishim mjaftueshëm klasa për studentët që kemi, sot s'kemi mjaftueshëm student për klasat që kemi. Po e prapë bordet e administrimit që varen drejt për drejt nga qeveria. Me ligjin e arsimit të lartë, ata që vendosin për investimet janë bordet e administrimit të universiteteve dhe këta në shumicë përbëhen nga të emëruar të qeverisë. Bordet e administrimit të universiteteve vazhdojnë shpenzojnë parat e popullit dhe studentëve për të shtuar kapacitetet infrastrukturore në shumë fakultete ku gjysma e klasave janë bosh sepse s'ka student mjaftueshëm. Dhe kjo është shenjë abuzimit me fondet e shtetit, por edhe me tarifat e studentëve. Mirpo, duhet pas parasysh diçka. Unë jam një pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale mes qindra ndoshta pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Unë një gjë kam në dorë dhe bëj sa herë ka zgjedhje. I bojkotoj zgjedhjet universitare dhe i bojkotoj kështu publikisht. Dal aty dhe them unë nuk marr pjesë në këto zgjedhje sepse nga këto zgjedhje s'ka për të dalë asgjë për shkak të forcimit marrëdhënieve klienteliste midis drejtuesve universitar dhe një pjesë të konsiderueshme të pedagogëve në universitetet publike. Jeni kështu i zëshëm dhe me emra një lloj si qeni ndaj oligarkëve? Po. Bëj një pyetje, domethënë që Ja të marr një shembull. Unë jam i vetmi pedagog në Universitetin e Tiranës që kam denoncuar publikisht plagjaturën e rektorit të Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha. E mbani mend që doli para disa muajsh? Kam dalë disa herë në media dhe kam thënë ky është turpi i madh për Universitetin e Tiranës. Dhe zoti Hoxha duhet mbaj përgjegjësi për këtë gjë. Po. E kam thënë dhe vazhdoj ta them, po e them tek këtu te ju. Më kupton? Sepse për mua ajo çfarë është e vërtetë është përmbi çfarëdo lloj kalkulimi të përditshëm ose kalkulimi politik. Te fakulteti juaj s'ka kështu plagjaturë. Po mund të ketë më po. Ata që janë punëdhënësit tuaj direkt. Po punëdhënësi direkt është rektori i universitetit, nuk është dekani. Po. Nuk është dekani sepse roli i rektorit është shumë më i fortë se ai i dekanit. Po duhet pas parasysh diçka që nëse ka plagjatura apo jo, duhet ta vendosin një proces. Dhe ne kemi kërkuar që në vitin 2018, fuqishëm si lëvizje për universitetin aso kohë që të ketë të ngrihet një komision i pavarur, mundësisht me pedagog të huaj, me studiues të huaj, që të fusë në sit të gjitha punimet shkencore në radh par doktoraturat e stafit pedagogjik. E kemi kërkuar, vazhdojmë ta kërkojmë, edhe unë i bëj ftesë ta nisim nga doktoratura ime, më kupton? Ta vënë atë të parë në sit, pikërisht sepse plagjaturat janë një kancer, po themi, brenda jetës universitare shqiptare. Ka domethënë një qasje laboratorike ose miniaturale që duhet që të aplikojnë në rastin tuaj. Domethënë, nëse ne pranojmë e marrim për të mirë qenë ne të tre që studentët janë pjesa më autentike, si thatë ju, më e pandikueshme se sa pjesa tjetër e shoqërisë apo grupet të tjera shoqërore, apo grupet të tjera moshore, dhe ju keni thatë 14 vjet aktivizëm politik dhe nuk keni arritur, natyrisht nuk është i rasti Pikës Bojës që e njollos atë kontenitorin mbajtësin e ujit, po nuk keni arritur të ndikoni te kjo pjesë e ndritshme apo e përparuar e shoqërisë. Pse duhet besojmë ne që ju do të ndikoni atë pjesë të shoqërisë, pastaj që është shoqërisht, shkencërisht e provuar që pastaj ndërton lidhje klientelare e tjera, pra punëtorët, buqit, lektorët, ndërmarrësit, pensionistët, po doni, gratë. Pra pse ju do keni sukses në shndrimin e një alternative fituese me lëvizjen bashk, kur s'keni arritur ta bëni këtë në një shkallë siç është ajo studentore? Unë nuk kam tentuar asnjëherë të ndikoj studentët në punën time drejt për drejt si pedagog, që të jemi të qartë. Jo, po flas me aktivizmi juaj ka qenë i fokusuar këtu, 14 vjet. Ajo çfarë unë kam bërë dhe s'mund mos bëja, është që në jetën time pas punës t'jap shembullin e një qytetari që angazhohet dhe që dihet që i ka fituar edhe për punën që bën, t'i vënë në shërbim të publikut.
Sigurisht që shumë student kanë, po themi, ndoshta janë frymëzuar nga ajo çfarë unë kam bërë jashtë universitetit, dhe po jo vetëm ajo çfarë kam bërë unë, po edhe kolegë tjerë të mi që janë pjesë e lëvizjes bashkë, dhe kanë kontribuar në një zinxhir protestash, po ju them, nga viti 2014 deri në fillim vitit 2019, ka pas një jetë studentore, protestash jashtëzakonisht aktive në Shqipëri. Ajo çfarë ndodh pasaj me implementimin e plot të ligjit të arsimit lart, është që brenda universiteteve nis një krizë e fortë e besimit, që reflektohet në faktin që të vetme fakultetet që ku gumzhin studentë sot në Shqipëri janë ato që përgatisin emigrantë të ardhshëm në Gjermani. Pra, Universiteti i Mjekësisë edhe ndoshta inxhinieria elektronike. Nga ana tjetër, atë çfarë ne pjesërisht e kemi arritur përmes fuqisë së shembullit dhe modelit me studentët, e kemi arritur dhe me grupe tjera shoqërore, edhe me punëtorët, me grevat pa numërta dhe organizimet shumëta të punëtorëve, me pensionistët. Kemi organizuar në muajt e fundit 9 protesta me pensionistët dhe kemi qenë në qendër të vëmendjes publike. Pra e kemi dalë që këtë besim ta përcjellim dhe të shtresat tjera shoqërore, jo vetëm te studentët dhe rinia, po te pensionistët, te punëtorët, te shtresa e mesme profesioniste, që është në disa aspekte mbështetja jonë më e fortë, edhe në pikpamje elektorale, edhe në pikpamje të pjesëmarrjes në protesta. Kështu që jemi duke punuar me atë që besoj që është kapitali më i madh politik, shembulli qytetar. Dy gjëra që, domethënë, pak janë nga këto grackat ose dukuri që ka ndodhur shpesh, përpjekja për ta monopolizuar, gjithçka ka ndodhur, gjithë frymë protestuese me emrin tuaj, me lëvizje, është pak e tepër, nëse do ishte kështu, ju do ishit interesuar që ta mbani të ndezur atë flakën protestative dhe universiteti do ishte një protestë permanente. Kjo nuk ka ndodhur. Se thash që është vetëm fakt. Unë për shembull rastësisht e kam marrë vesh që po bëj protesta. E kemi qenë në një kafe në mëngjes para mësimit, kur pam një turm studentësh që kaluan, po ku po ikin, ishte data 5 dhjetor. Për cilin vit po? 2018. Edhe po ku po ikin, ka dalë një vendim i Këshillit Ministrave që përcakton që çdo student duhet të paguajë një tarifë shtesë të caktuar për numër krediti. Mu duk absurde, ika në protestë dhe patjetër vura re aty që ishin aktivistët e lëvizjes për universitetin, dhe në ditën e vijim thjesht vum re që protesta po përçahej nga gjithë sulmet e vazhdueshme që qoftë partit, qoftë lëvizja juaj i bënit njëri tjetrit, dhe më bëri përshtypje, unë si re idealiste u zhgënjeva nga fakti pse nuk zgjedhët që të uleshit dhe të bashkëpunonit sepse ne kishim një qëllim të përbashkët. Pavarësisht se ju thoni. Pra këtu dallojnë studentët e Beograd, megjithëse nuk e përdor asnjë fjalë për Beogradin. Jo shmangja se tema. Ata ngrihen mbi ndarjet. Imagjino janë universitete që janë të shpërndara në territor. Ne kemi qenë bashkë për shumë ditë në protestë dhe s'ka pas asnjë lloj divergjencë dhe kontradikte. Divergjenca dhe kontradikte kanë nisur në momentin që përfaqësuesit e PS-s dhe PD-s brenda protestës universitare. Ata faktori negativ konstant. Po prit se ata nuk e kanë shkruar në ballë. Ata ju fajsojnë juve, ju fajsoni ata. Ata nuk e kanë shkruar në ballë. Ata kanë hyrë brenda protestës dhe kanë nisur konflikte nganjëherë dhe fizike. Më kupton? Kundër aktivistëve asaj kohe të lëvizjes për universitet, kanë nisur fushat mediatike shpifjesh të panumërta kundër meje dhe aktivistëve të lëvizjes për universitet, dhe ne kemi pasur një qendrim jashtëzakonisht përmbajtur, pikërisht duke thënë ne na bashkon kauza. Ishim i vetmi grupi organizuar në atë protestë që thoshim ne na bashkon kauza dhe duhet shkojmë përtej divergjencave. Po them edhe një herë, partitë e vjetra të korruptuara dhe të strukturuara së kohe kishin të tjera qëllime. Kishin partitë nuk i kishim të rinj. Ne ishim Po. Dhe ne lëvizja për universitetin asaj kohe kemi bërë ç'është e mundur që të ruajmë koherencën e protestës. Nuk kemi sulmuar askënd, nuk kemi shpifur dhe shar askënd, kemi duruar pafundësisht. Edhe në raste caktuara edhe dhunën. Ka pas njerëz të forumeve partijake që në atë protestë kanë dhunuar një kolegun tim, Jani Markën, në atë protestë, më kupton? Ne s'kemi bërë asgjë të tillë, kemi qenë ana, po themi kështu, pasive e dhunës, por ama kemi qenë ana aktive e zërit të thënies vërtetës dhe të artikulimit problemeve studentore. Do kalojmë te rrafsh tjetër që në fakt është ndërlidhur dhe është edhe konsekuencial me atë të angazhimit tuaj të bashëm,
që është angazhimi politik, por përpara se të kalojmë atje, Oneda ka përgatitur një profil tuaj, domethënë që është jeta juaj publike, familja dhe ato drejtimet kryesore të aktivitetit tuaj partijaka politik. Arlin Qori është një figurë e njohur në Shqipëri për angazhimin e tij në çështjet politike dhe sociale. Ai ka lindur në Tiranë më 11 nëntor të vitit 1981. Ka ndjekur studimet e larta në Universitetin e Tiranës, ku është diplomuar në shkenca politike në vitin 2004. Më pas ka vijuar me studimet master në fushën e sociologjisë dhe filozofisë, duke mbrojtur disertacionin me temën Filozofia postmoderne dhe drejtat e njerëzit në vitin 2009. Në vitin 2015 ka marrë gradën doktor shkencash me punimin me temë Ideja e Evropës dhe ideologjia shqiptare, një studim mbi ndikimin e idesë evropiane në ligjërimin politik shqiptar të pas vitit 91. Arlin Qori ka filluar karrierën e tij akademike në vitin 2005, duke punuar si pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Ndër vite ka qenë titullar i lëndëve si Historia e mendimit politik, Teoritë e zhvillimit dhe ligjërimi politik në epokën postmoderne. Përveç mësimdhënies, ai ka kontribuar në botën akademike si autor i tekstit mësimor Histori e mendimit politik, si të është bashkautor i disa studimeve. Aktiviteti politik i Arlin Qorit ka filluar prej më shumë se një dekade, me angazhimin e tij në organizatën politike në vitin 2011. Po ashtu, ai është bërë bashkëthemelues i Lëvizjes për Universitetin, një organizatë që synonte përmirësimin e sistemit arsimor dhe mbrojtjen e të drejtave të studentëve. Përmes Lëvizjes për Universitetin, Arlin Qori ka patur angazhim të gjerë në protestat për të drejtat e punëtorëve, kauza qytetare dhe çështjet të studentëve, ku lidhur me këto të fundit, kujtojmë protestat e dhjetorit të 2018-s, ku Arlin Qori së bashku me aktivistët e Lëvizjes për Universitetin patën një rol të rëndësishëm. Në dhjetor të vitit 2022, Arlin Qori u zgjodh kryetar i Lëvizjes Bashk, një lëvizje politike e majtë. Ai kandidoi për kryetar të Bashkisë së Tiranës në fillim të vitit 2023, duke marrë 14.000 vota. Në mars të vitit 2025, Lëvizja Bashk, si partia udhëhequr nga Arlin Qori, ishte e para që dorëzoi listat e kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 11 majit. Në Tiranë, Arlin Qori rënditet si kandidati i dytë në listë nga partia që ai drejton. Arlin Qori është shprehur se arsimi dhe ndërgjegjësimi shoqëror janë mjete kyçe për transformimin e shoqërisë. Në postimet e tij në rrjetet sociale dhe në intervistat publike, Arlin Qori shpreh se përtej protestave dhe debateve televizive, vizioni i Lëvizjes Bashk është transformimi i Shqipërisë në një vend më të jetueshëm, ku liria, drejtësia dhe mundësitë për zhvillim real të garantohen për çdo qytetar. Përveç se në jetën e tij akademike dhe politike, Arlin Qori është i martuar dhe baba i 2 fëmijëve, i Amlës dhe Blinit. Në aspektin personal, ai ka një pasion të madh për futbollin dhe është një tifoz i skuadrës së Partizanit. Pra pas këtij profili neutral, kalojmë në atë rrafshin politik. Ju përmendat një e quhet si dëshmi që ju veçon nga këta politikanët e tjerë me prejardhje të ndryshme aktivizmi social, përmendet që nuk votoni kur është ai momenti i zgjedhjeve universitare. Mos vallë ky është një shembull i keq edhe për votuesit 2 muaj para zgjedhjeve, se ju thoni që meqense ndryshoni dot sistemin, atëherë bojkotoni zgjedhjet. Po ka 2 dallime midis zgjedhjeve në universitet dhe zgjedhjeve politike të 11 majit. E para, në universitet trupa zgjedhëse është jashtëzakonisht reduktuar. Pra praktikisht votojnë vetëm pedagogët. Është sikundër në zgjedhje përgjithshme na thoshin 5% e popullit ka drejtën e votës, ju tjerët kullosni syt. E dyta, në universitet deri më sot nuk ka pas alternativa serioze për transformimin e universitetit. Unë besoj që me themelimin e Lëvizjes Bashk qytetarët e kanë një alternativë serioze kundër rrymës së të keqes, korrupsionit, të klientelizmit, të kapjes shtetit që ka ekzistuar deri më sot. Pra për 2 këto arsye, unë mendoj që qytetarët shqiptar kanë jo vetëm të drejtën për të votuar, por kanë edhe një lloj përgjegjësie historike që nëpërmjet votës tyre të ndryshojnë gjendjen në Shqipëri. Shko, ju folët
Domethënë sikur ti dëgjonte njëri të ekstrapolonte vetëm një pjesë përgjigje tuaj kur flisnit për si e keni kaluar atë frymën protestative nga universitetet e shoqëria. Imagjinonte në lëvizje të madhe, gjigante, grevat pa numërta, u bashkuan punëtorët. Po ndërkohë numrat flasin atë që është. Ju keni, që thatë një intervistë para disa kohësh, keni 6.000 antarë. Apo jo, mbi 6.000 antarë. Po, 3.000 për cilëve janë në emigrim. Po thuj se gjysmë. Po. Në votimet për Tiranën keni marrë 14.000 vota. Po. Dhe keni dhënë garanci madje pastaj që aktivistët tuaj nuk do lejojnë vjedhjen asnjë vote. Kështu që rezultati i pritshëm do jetë real, kështu se nuk pa diskutim. Pra, si ka mundësi, domethënë që kjo alternative juaj që ngjan e majt, ngjan më afër shtresave të prekura në një realitet sipas jush që ka shumë diskriminim social. Pse nuk shndruar në këto 14 vjet aktivizmi në një alternativë të rëndësishme, të zëshme, nuk po them dominante, po të zëshme. Ne kemi fituar 14.000 vota në Tiranë, diku te 5% të elektoratit të qytetit Tiranës, me 5 muaj parti që ishin, më kupton? 5 muaj parti, kemi arrit atë shifër, dhe sigurisht që në këto 2 vite prej atyre zgjedhjeve, lëvizja bashkë është shumë fishuar, ose disa fishuar, po themi, si në antarësi, ashtu edhe në mbështetje dhe në frymën publike që çon përpara. Kemi qenë organizatorë të protestave shumë të rëndësishme me pensionistët në muajt e shkuar. Dhe në të shkuarën tonë pastaj pa diskutim, veprimtaria jonë me punëtorët, me studentët, ka lënë gjurmën e vet në vetdijen publike. Unë mendoj që ne sot kemi një përkrahje disa herë më të madhe në shoqërinë shqiptare, nga që kemi pasur në maj në vitin 2023. Me shifrat e TikTokut, ku ju thoni që jeni me njërë mbas Ramës, fakt jeni mbas Berishës, po me 53.000 duket ndjeksa, Berisha është në 70.000. Ku e verifikoni këtë rritjen? Pëlqyeshmëria në TikTok, jo vetëm ndjekësit, po pëlqyeshmëria në TikTok e postimeve të mira është 1.3 milion. Mos gaboj, dhe kur e kanë bërë llogarinë në muajin janar, sa ja kanë bërë mediat, pëlqyeshmëria e profilit tim në TikTok ishte pas Ramës, nga figurat politike, sigurisht, jo artistike, futbollistike, sa aty është tjetër hesap. Ajo që un kam si të dhënë janë takimet në rrugë me qytetarët. Pra, bëj një matje të tillë të parafort. Sa vetëm kam pas dalun në rrugë ose i binin Boris në vitin 2023 kur mora 5% votave të qytetarëve të Tiranës, dhe sa veta e bëjnë sot. Dhe shoh që ka një rritje shumë të mirë. Sigurisht që unë nuk di ta kuantifikoj tani, të them nëse ne do 2 fishohemi, 3 fishohemi, 4 fishohemi. Ju jeni shkencave sociale, duhet. Unë këtë do pyes, çfarë përçmëri e keni nga këtë? Unë jam pedagog i shkencave sociale dhe pikërisht sepse jam i tillë e di si bëhen anketat, e di sa shumë kushtojnë anketat dhe e di sa e vështirë është që të bëhen anketat besueshme në Shqipërinë. Anketat me Borin nuk jam prap. Jo, dakord. Unë nuk po them që unë kam një, po themi, metodë shkencore të vërtetimit të rezultatit të ardhshëm të lëvizjes bashkë. Unë po them që kam një ndjesi që më vjen nga kontakti me qytetarët. Dhe prandaj thash unë nuk e kuantifikoj dot sa më mirë jeni. Edhe reagimi i Ramës ndaj jush kur ishte çështja e pensionistëve është një lloj indikatori, pavarësisht se megjithatë kur vjen puna te çështja e pensionit, unë jam i hapur, po shikoj programin tuaj, i cili është një program tipikisht i majt, apo ku e quani veten ju? E majt demokratike, kështu. E majt demokratike, domethënë jo. Në më të mirën e trashëgimisë socialdemokrate të majtës evropiane. Të Rosa Luxemburgut. Me cilën ju keni bashkëpunuar. I përket një epoke tjetër. Po ju keni bashkëpunuar, domethënë. Po është një fondacion gjerman, domethënë, që ka mbështetur disa studime tona. Po, domethënë ju pra jeni të majt, po jam interesuar, po shoh shtyllën e programeve tuaja, pa keni fokusin tek drejtësia sociale, tek punëtorët, tek rishikimi i sistemit aktual të pensioneve, te roli sindikatave, përmirësimi i arsimit dhe shëndetësisë publike. Po jam interesuar për pensionet, çfarë zgjidhjesh propozoni, se kështu është shumë e lehtë që të gjithë, domethënë është afërmendsh që sistemi i pensioneve në Shqipëri është i pa vetë mjaftueshëm. Keni ju në një mënyrë, në një reformë, pa frikën që sa ta thoni këtu me njëherë do ta kopjojnë edhe unë e kam thënë disa herë. Do ngelni pa copyright. Unë e kam thënë disa herë,
versionin ton të si zgjidhet çështja e pensioneve. Është aq e rëndësishme kjo si çështje, saqë unë në 2 vitet e fundit fusha ime kryesore e studimeve ka qenë çështja e pensioneve. Nëse mund ma sintetizoni. Dhe pikërisht sepse i njoh tashmë shumë mirë si fush, e di edhe si zgjidhet problemi. Që ne të kemi pensione mbi minimumin jetik e sipër. Dhe minimumi jetik është diku te 200.000 lekë vjetra. Do duheshin, e kemi llogaritur, rreth ose maksimumi 1 miliard euro shtesë në buxhet çdo vit. Pra që të arrim këtë standard që mos ketë pension nën 200.000 lekë dhe çdo pension që është mbi 200.000 lekë të rritet aq sa rriten të tjerët. Pa për ta ruajtur shkallaren në bazë kontributit, duhen diku te rreth 1 miliard euro çdo vit, plus minus diçka e vogël. Dhe shtroj pyetja ku do i gjejmë. Më kuptoni? Ka disa mënyra. Jo, unë të kuptoj, po t'jeni më të qartë. Ka disa mënyra. E para është lufta ndaj korrupsionit. Kontrolli i lartë i shtetit na thonë që në Shqipëri çdo vit shpërdoren rreth 1 miliard euro. Që janë korrupsion, mos realizim në dogana, tatime e kështu me radhë. Po sigurisht, ti nuk thua dot, edhe sikur të rekuperoj gjithë paratë e shpërdoruara, gjithë ato do hidhen te pensionet. Më kupton? Një pjesë prej tyre do shkojnë për pensione. Në Shqipëri ka një informalitet në punë, zyrtar, 44.4%. Pra 44.4% atyre që punojnë nuk u paguajnë sigurimet shoqërore, më kupton? Dhe ne kemi llogaritur që sikur gjysma e tyre të futej në skemën e sigurimit, do të kishim rritje prej disa qindra milion eurosh të buxhetit të fondit sigurimeve shoqërore. E treta, ne kemi një program të zhvillimit qëndrueshëm ekonomik, të nxitjes së investimeve në bujqësi në industri dhe në shërbimet e kualifikuara. Në qoftë se e fusim Shqipërinë në rrjedhat e zhvillimit qëndrueshëm, do të paksojmë ndjeshëm papunësinë, që është diku 10-11% edhe sot. Edhe Rama e thotë që do rrisim deklarimin. Jo vetëm do të rrisim deklarimet, por do të rriten pagat për shkak të rritjes produktivitetit punë dhe të respektimit të kodit punës, dhe kësaj do të rritet dhe kontributet për fondin e sigurimeve shoqërore. Problemi zotit Rama është që kur flet ndonjëherë harron që ka 12 vjet që qeverisë Shqipërinë. Dhe për këto 12 vjet, parametrat kryesor të punës dhe të pensioneve nuk kanë ndryshuar. Po ju them edhe një herë, sot që flasim, sipas shifrave zyrtare, pothuajse 1 në 2 të punësuar punon në të zezë. Përgjegjësi e kujt është kjo? E imja sigurisht jo. Pa diskutim është e kësaj qeverie. E kësaj qeverie sigurisht dhe e qeverisë pararendse, sepse nuk është se ata shkëlqenin krahasuar me këta, pra jëlloj janë. Dhe në këtë sens ne kemi jo vetëm idet e sistemuara, po programin dhe vizionin politik, ekonomik dhe social për ta zgjidhur një herë e mirë çështjen e pensioneve. Ata që janë marrë me pensionet në Shqipëri sot, e di ç'llogari kanë bërë, kanë thënë, shiko, ne nuk mund ta prekim taksën e vjedhjes. Pra kanë thënë, ne do vjedhim, ç'do vjedhim, dhe pastaj ato që mbeten s'ka mjaftueshëm për pensionistët. Ose do japim përparësi sektorëve spekulativ, si ndërtimi, mbi fjala, në vend që të përparoj bujqësia, industria dhe shërbimet e kualifikuara. Nuk duhet të them që raporti i sistemit pensione me sistemin e përgjithshëm ekonomik është në raporti i vezës me pulën, por gjithsesi është pasojë. Pra nëse ne nuk kemi një sistem ekonomik më të zhvilluar se sa ky që kemi, atëherë ato që mbeten për pensionet do të jenë gjithmonë pak. Po pse se kemi atë sistem ekonomik? Unë duhet të kuptoj se ku mbështetet modeli juaj ekonomik i së-majtës demokratike që ju profesoni. Pra, a është vetë mjaftueshme Shqipëria për të prodhuar një sistem që garanton rritje ekonomike mbi 3, mbi 4, disa përqind më shumë se sa ky, dhe pra cilat janë shtyllat e modelit tuaj ekonomik? Asnjë vend nuk është vetë mjaftueshëm në kuptimin e autarkisë. As Kina, as SBA-ja, jemi gjithë pjesë e një ekonomie globale. Ajo që mund të bëj Shqipëria, që se ka bërë asnjëherë, është që të ndërtojë një shtet zhvillimor. Dhe çdo thot shtet zhvillimor. Dhe këtu marrin përvojat vendeve të suksesshme ekonomikisht, nga Evropa e Veriut te Azia Lindore. Pra kemi shembuj sa duash në botë, ku një shtet i përgjegjshëm që ka një vizion përtej xhepit të atyre që e qeverisin, shtron pyetjen. Çfarë avantazhesh ka ekonomia shqiptare sot? Po, çfarë avantazhesh ka? Dhe e dyta, çfarë avantazhesh mund të ketë ekonomia shqiptare nesër? Këtë pyetjen e dytë nuk e ka bërë asnjëri në Shqipëri. Zakonisht pyesin çfarë avantazhesh krahasuara natyrore kemi, dhe japin përgjigje thjesht. Krahu i lirë i punës,
edhe Bregdeti, edhe Nën Pozita Toka. gjeografike. Edhe Nën Toka, kaq. Problemi është që këto i ke. Dhe një pjesë prej tyre shteren. Më kupton? Pra nuk thua do ndërtojmë pafundësisht në Bregdet dhe pafundësisht do vinë turistë në Shqipëri. Se vjen një moment që arrim pikën e ngopjes. Shqipëria mund të ketë avantazhet krahasuara dhe dinamike, çdo më thënë dinamike. Avantazhet krahasuara që ti i krijon përmes orientimit të investimeve në sektor që mund të mos japin rezultat që për 3 muaj, por do t'japin për 3 vjet. Ja po të bëjmë një shembull. Për drejt dhe ti më dhe të qartë se po ti më të qartë, shumë fishohet dhe numri vota dhe s'ke nevojë të thoni më kupton, po thënë a jam i qartë. Po të pyesim më shpesh, a jam i qartë, do rritet numri vota, kështu që që t'jeni më të qartë. Cilët janë sektorët që ju e shihni se prioritar ku duhet mbështetet ekonomia e Shqipërisë? Krejt ndryshe nga modelet që ofrojnë partitë e tjera, partitë dominante aktualisht. Ja, bujqësia, industria si dhe shërbimet e kualifikuara. Shumë sakt. Si mendojnë zhvillimin e bujqësisë? Tani, le ta nisim nga fakti që bujqësia ka disa vite prodhimi bujqësor bie. Dhe është jo vetëm skandaloze, por deri diku dhe e çuditshme. Sepse ti mendon, nëse ne pas kemi sukses në turizëm, që na vijnë turistë, shpenzojmë më shumë para, han më shumë, ne prodhojmë më pak ushqim. Do rrisim importet e produkteve bujqësore. Pas si ja do ta them unë. Ajo që ne duhet të bëjmë mirë, e para të kemi një politikë serioze dhe të ndershme të subvencionimeve të bujqësisë. Sot bie fjala, po ju marr një shifër, në Serbi blegtori për kokë lope subvencionohet 4 herë më shumë se sa në Shqipëri. Dhe me dojmos që pastaj blegtoria në Serbi është më e përparuar se në Shqipëri dhe produktet blegtorale të atij vendi nuk mund të zgjerohet, nuk mund të hapet. Subvencionimet, edhe herë po e bëjmë llogarin për të gjitha fushat, edhe në të gjitha vendet e tjera të rajonit. Bujqit subvencionohen më shumë se në Shqipëri. E dyta, në Shqipëri edhe ky pak subvencion që jepet ndahet në mënyrë korruptive dhe klienteliste. Ne do ta zhbëjmë gjithë këtë gjë. Do të rrisim subvencionet. E kuptoj atë, po nga do vinë të ardhurat, se ju tat bujqësia dhe edhe unë ndaj atë. Të ardhurat do të vinë nga edhe rritja ekonomike e sektorëve të tjerë, edhe një model i ri taksimi, edhe lufta ndaj korrupsionit, edhe gjithçka e tjetër, dhe ndaj informalitetit në punë. Po të mbetemi çik te bujqësia. E dyta, bujqësia shqiptare karakterizohet nga pasiguria e pronës. Sot vetëm 40% e bujqve kanë certifikat pronësie. Më kupton? Pra duhet zgjidhur çështja e pronësisë tokës. E treta, bujqësia shqiptare vuan nga fragmentimi dhe parcelizimi i skajshëm i tokave. Që do të thotë duhen politika mbështetëse publike që të mbështeten ato që quhen shoqëritë bashkëpunimit bujqësor, si në vendet e Bashkimit Evropian, që do të thotë bashkimet vullnetare dhe private të bujqve. Mi po shikoni, sot një bujk tatohet më shumë po hyri pjesë e këtij bashkëpunimi se sa po tjetë vetëm, më kupton? Pra ne në vend që të nxisim bashkëpunimin mes bujqve, që të rrisim rentabilitetin e prodhimit bujqësor, ndodhe kundërta, që politika shtetërore nxisin fragmentimin e prodhimit bujqësor. E katërta, e kam shumë për zemër bujqësinë. Në Shqipëri nuk ka masa mbështetëse për fermerët kur atyre u bie çmimi i produktit nën kosto. Në vendet e tjera, sidomos vendet e Bashkimit Evropian, shteti vendos një çmim dysheme, poshtë të cilit nuk mund bjerë produkti dhe ka detyrë shteti pastaj ta sigurojë se ta blej produktin e bujqve. Dhe në programin ton e kemi këtë ide që në momentin që bujqve do të bjerë çmimi i produktit nën kosto, do jetë shteti ai që do e kompensojë këtë diferencë dhe do ta përdor produktin e blerë për të siguruar ushqim, jo vetëm për shtresat nevojë popullsisë, po edhe për institucione publike siç janë shkollat. Se ne kemi një ide se shkollat duhet të jenë me orar të zgjatur dhe në shkollat publike në Shqipëri, nxënësit përveç se duhet bëjnë detyrat të jenë një kurs sportiv apo artistik, do duhet hanë edhe një vakt të ngrohtë në ato shkolla. Shujtat e Albinit. Nuk e di që janë shujtat, po unë them vakt të ngrohtë, domethënë nuk po them thjesht të hash një, croissant. Pra, të kenë mundësinë nxënësit si në vendet normale të Evropës, që në shkollë të rrinë më gjatë, mos rrinë para celularit gjithkohës, dhe të kenë aktivitete kulturore dhe artistike në to. Ju, është tipike fakte e partive të majta që e premtojnë qiellin në tokë dhe
premtojnë posaçërisht godasin bizneset e mëdha. Se ju thoni që bizneset e mëdha duhet taksohen shumë. Mirë, po mos vallë kjo do kufizojë, do largojë investitorët e huaj. Jo. E dini pse? Sepse në modelin ton taksimit që do jetë progresiv, progresiviteti do ndahet me dy kritere. Kriteri i parë është ai i fitimit. Do sa më shumë fiton, aq më shumë do paguash. Por ka dhe një kriter dytë që do paguash taksa, sa më shumë fitosh. Progresiv, siç e kanë vendet. Do mundohen që ta fshejnë cilët vende? Po, të Amerikës Latine, e përparuara të Evropës. A i dini modelin e taksimit vendet Bashkimit Evropian se i kanë? Po na shpjegoje qytetarëve se ne po kanë taksat për korporatat shumë të larta se në Shqipëri. Më kupton? Dhe i kanë taksat për të pasurit, për të ardhurat, për rentierët shumë të larta se në Shqipëri. Trumpi dhe trumpizmi kudo në edhe Trumpi dhe trumpizmi, po ta vësh re, po vendosin tarifa kundër produkteve që vijnë nga jashtë, pra po e fusin shtetin në lojë për politikat industriale të vendit tyre. Tjetra, komponenti i dytë i taksimit do të jetë lloji i investimit. Dhe po ju marr një shembull. Midis dy investitorëve të mëdhenj, pra kapitali madh jemi, investitorët të mëdhenj korporata. Investitori i parë thotë unë do investoj për të ngritur një kull ose një hotel me 5 yje. Investitori i dytë do thotë unë do ndërtoj një uzinë ku do prodhohen pjesë të industrisë automotive. Si për shembull është një investim fier ku prodhohen timona mos gaboj për Toyotën. Ne këtë investitori i dytë që do prodhoj timona apo pjesë të industrisë automotive, do të themi ti do kesh taksa shumë më të ulta se ky që do ngrej pallate, më kupton? Për janë të dy investitorë të mëdhenj, ama ne duhet t'japim sinjali, nëse ti investon në bujqësi, nëse investon në industri, nëse investon në shërbime të kualifikuara, siç janë ato të teknologjisë informacionit, ti do kesh një nivel shumë më të ulët taksash se po investove në hotele me 4-5 yje. A e dini që sot në Shqipëri pronarët e hotele me 4-5 yje paguajnë TVSH 6%, ndërkohë të gjithë të tjerët paguajnë TVSH 20%, sepse kjo qeveri mendon që Shqipëria mund zhvillohet përmes hoteleve me 4-5 yje, ndërkohë që ne mendojmë që zhvillimi i qëndrueshëm ka të bëjë me rritjen dhe zhvillimin e bujqësisë, të industrisë dhe të shërbimeve të kualifikuara. Pra më fal, nuk është thjesht, edhe një herë, për ne nuk ka rëndësi vetëm progresiviteti i fitimit, por ka rëndësi edhe ku investohet. Pra, kjo që unë po them, është lajm i mirë për një investitor të madh që do të investoj, do të rrezikoj më shumë dhe të investoj në bujqësi, në industri apo në shërbimet e kualifikuara. Sigurisht është lajm i keq për një oligark që investon në ndërtim. A e keni pyetur veten pse njerëzit më të pasur në Shqipëri investojnë në ndërtim? Sepse ndërtim norma e fitimit është jashtë logjikës së tregut. Është disa fish më e lartë se mesatarja e fitimit në sektor të tjerë. Kjo që thoni ju është drejt, mirë po si ta ndryshojmë ka diçka, jo, atë po ju dha rastis, megjithëse siç thoshte edhe Guardian në një shkrim ku analizonte Sirizën, thoshte e Majta ka taktika shumë të mira për të ardhur në pushtet, po jo për të qeverisur, jo për ta mbajtur ata. Dhe nuk është që po dëgjoj shumë, po dëgjoj se si organi i të ardhurave publike do jetë aq i gjerë sa të mjaftojë edhe për të subvencionuar buqit, edhe për të ulur taksat, edhe për shpenzime të tjera me karakter social. Po ajo që ajo që vëre unë, do të thonë që është si një lloj dominante dhe që ju spikat juve në këta që komunikojnë në publikun, unë kam kritikuar, është kjo prirja që quhet dhe guxim për të përmendur me emër drejtuesit e bizneset mëdha. Kjo gjë mund të vlerësohet si guxim nga këndvështrimi tjetër. Ata përfaqësojnë bizneset mëdha që punësojnë numër të madh njerëzish. Dhe goditje të tilla në imazhin e kompanive, se nuk janë thjesht dhe vetëm ad hominem ndaj atyre që drejtojnë kompanitë, po janë godasin kompanitë vet, godasin emrin e kompanive. Kjo ndikon ekonomikisht, ndërkohë që e ka përdorur Berisha, për shembull, po mbante herë në një gjobvënie ose rolin e kërcënimit që mos e mbështet se unë do të sulmoj. Kjo më duket që është pak diçka e prapambetur, sepse raportohet edhe me atë sjelljen e Berishës. Sulmi ad hominem ndaj drejtuesve bizneset mëdha në Shqipëri. Sali Berisha se ka bërë pothuajse kurrë këtë gjë, ose maksimumi e ka bërë me një klient shumë të afërt të kundërshtarëve të vet politik. Pra, në 15 apo 20 oligark ka veçuar njërin pikërisht për shkak të lidhjeve preferenciale të këtij oligarku me Ramën. Të 19 tjerët apo 14 tjerët, jo vetëm si ka përmendur, po i fton dasëm. Po kur e pyesin thonë nuk e ka fajin biznesi. Pra, Sali Berisha dhe ju keni të njëjtin qasje në këtë aspekt, bashkë me Ramën. Pra, këta janë biznesmen të mëdhenj dhe të ndershëm. Qasja ime është kjo tjetra.
majtët mendojnë që ka vetëm 2 qasje, se prandaj zakonisht kanë kështu përqindje të vogla elektorale, se shqiptarët janë emancipuar mjaftueshëm, mos shikojnë vetëm 2 ngjyra të bardha dhe të zezë. Kështu që prandaj duket se Berisha, Rama dhe ju, domethënë duke futur, unë jam duke thënë diçka tjetër. Në aspekt, shikoj, ne krejt ndryshe. Keni pikë përbashkët. Unë jam plotësisht dakord me sulmin tuaj ndaj praktikave të caktuara monopoliste apo oligopoliste të tjera. Por dallimi midis me dhe jush është, domethënë ndoshta ju për shkak të edukimit të majt, domethënë ju pash atë formimin që vini nga shkolla e Shqipërisë, unë vi nga shkolla perëndimore, po ju e keni këtë qasjen e cila është majtiste në rastin më të mirë, puritan, ideologjik, por Berisha ka përdorur, ndonse jo si shtoni ju ndaj këtyre biznesmenëve, e ka përdorur me sens shantazhues. Unë nuk po them që ju e keni me këtë qasje, por ama që shkonin në një, po themi në një shteg, në një rrugë, kjo duket qartë. Do të thënë vetëm ju e keni këtë. Vetëm ne kemi këtë, po këtë se ka pas asnjëherë, as Sali Berisha, as Edi Rama. Kritika jonë është ndaj këtij partneriteti, kësaj ortakërie. Mendojnë shumë aspekte të palishme, por në gjithë aspektet e tjera të dëmshme, midis atyre që ne quajmë oligark dhe elitës politiko-shtetërore. Pra ne nuk i ndajmë nga njëri tjetri. Ajo që e veçon Lëvizjen Bashkë është që të tjerët nuk flasin për gjysmën këtej, pra flasin maksimumi vetëm për rivalin e tyre politik, ne flasim për kundërshtarët tanë politik, por njëkohësisht edhe për ortakët e tyre në keqbërje. Tani ata që ne quajmë oligark nuk funksionojnë në jetën e tyre ekonomike sipas rregullave të tregut, se zakonisht janë ose monopolist, ose përfitues të kontratave dhe koncesioneve nga shteti. Të gjithë këta kanë fituar statusin investitori strategjik, pra marrin para nga të gjithë ne, kanë pozita monopoliste në treg, siç ju thash, dhe pothuajse të gjithë investojnë në sektorin e ndërtimit. Asnjë oligark në Shqipëri nuk investon në prodhim, në bujqësi apo në shërbime të kualifikuara. Si do ta nxjisni ju sektorin? Ja të them unë, e para njerë do ta çkapim shtetin nga kapja oligarkëve. Pra do i themi shteti do jetë neutral në raport me biznesin. Nuk mund të ketë biznesmen afër qeverisë dhe të tjerë për cilat vlejnë rregullat e tregut. Rregullat e tregut themi ne do vlejnë për të gjithë një lloj. E dyta, do sëmbrapsim ligje si ai investitorëve strategjik apo modeli i PPP-s për të bërë punët publike që favorizojnë fuqizimin e oligarkëve. Dhe po ashtu do ju themi të gjithë atyre që merren me biznes, keni mundësi të investoni në këtë model zhvillimor ku përparësi për ne nga pikpamja fiskale, po edhe nga pikpamja subvencionimeve, do kenë investimet në bujqësi, në industri dhe në shërbimet e kualifikuara. Qoftë ju doni të vazhdoni të investoni në ndërtim, duhet keni parasysh që do jepen më pak leje ndërtimi se ç'jepen dhe do taksohet më shumë ndërtimi se ç'taksohet. Ju jap një detyrë të thjeshtë. Sa është buxheti shtetëror dhe unë do ju pyes po vetëm përgjigjen e shkurt, si do ta ndani atë? Pra nëse keni buxhetin që ka sot qeveria Rama, si do ta ndani atë nëse do bëni ju kryeministër? Tani, vetëm shkurt se domethënë kjo është buxheti, do ta keni kështu buxheti e para një herë modeli i ri i zhvillimit ekonomik supozon që çdo vit do rritet me 4 ose më shumë %, sipas këtij modeli të ri ekonomik. Dhe në këtë sens ne presim që çdo vit të shtohen të ardhurat në buxhetin e shtetit. E treta, modeli i taksimit, duke nënkuptuar taksa më të larta për njerëz që janë ekstremisht të pasur, do të gjenerojë më shumë të ardhura për shtetin. E treta, lufta ndaj informalitetit në punë do të gjenerojë shumë më tepër fonde për. Me fakt unë thash si do t'i shpëtëzohet. Sepse po them ku do të sigurohen të ardhurat shtesë që na duhen pastaj, edhe për pensionet, edhe për politika sociale, edhe për subvencionet në bujqësi edhe industri. Të gjitha këto, të ardhurat shtesë, edhe nga lufta e korrupsionit e kështu me radhë, do të subvencionohen duke pasur 2 prioritete. E para, zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, e dyta, shteti social. Ne për shembull, po ju marr një rast. Unë mendoj që ne kemi nevojë për më shumë mësues në Shqipëri. Për të punësuar më shumë mësues. Këtë gjë nuk e thot asnjëri. Pse ne kemi nevojë për më shumë mësues? Si u thash pak më herët. Ne mendojmë që fëmijët duhet të rrinë në shkollë deri në orën 4, të paktën deri në orën 4 mbasdite. Që fëmijët rrinë në shkollë deri në 4 mbasdite, pra të bëjnë edhe detyrat në shkollë. Duhet që të kemi një grup të rimësueshë, sa i që ka dhënë mësim nga ora 8 deri në orën 12, nuk mund të vazhdojë me ty nga ora 12 deri në 8, se puna në arsim nuk është si punët e tjera. Pra na duhen më shumë mësues. Po kupton? Dhe sigurisht që mund të kemi më shumë mësues,
jo vetëm duke pas më shumë të ardhura për të punësuar më shumë mësues, por edhe duke studiuar administratën publike në mënyrë serioze, për të parë se ku ka mbi punësim në zyra, edhe ku ka nën punësim në sektor bie fjala si arsimi apo shëndetësia. Ne sot kemi edhe në shëndetësi një numër më të ulët të mjekëve dhe të infermierëve për pacient, nga që kanë vendet e tjera rreth nesh. Pra në këtë sens na duhet edhe një reformë e mençur e në punësisë publike, në mënyrë që njerëzit që kryen punën e duhur të shkojnë në sektor që ka nevojë shoqëria. Pra, po të bashkojmë rritjen ekonomike me luftën ndaj informalitetit dhe korrupsionit, me politikat progresive të taksimit, ne kemi bërë llogarinë që premtimet tona janë të realizueshme. Pas rreth një jave, doni një administratë më të madhe akoma, që të rritet shpenzimet. Jo më të madhe. Një administratë që mund të jetë më e vogël ose më e madhe. Po kjo duhet vi pas një studimi të mirë, edhe një herë. Po studimin e bën kur je kur je në pushtet ke gjithë mekanizmat për të thënë ti nuk mund ta premtosh reformën administrative në detaje kur je në opozitë. Por unë po them, nëse do jetë më e madhe apo më e vogël, kjo do vi mbas një studimi dhe mbi të gjitha, prioriteti i politikave tona administrative do të jetë më shumë mjek, më shumë mësues. Edhe ai po bën reformë administrative. Po ai po bën të kundërtën e asaj që duam ne. Ai po heq nga puna njerëz që shërbejnë qytetarëve, që garantojnë cilësinë e ujit për shembull, më kupton? Dhe gjykata SBA ku e lexova sot po kthejnë punë tani mira njerëz të hequr padrejtisht nga puna. Ne po themi që na duhet një studim i mirë i kapaciteteve tona administrative dhe kësaj do të shohim me përparësi ata që i shërbejnë qytetarëve, pra sektori i arsimit dhe sektori i shëndetësisë. Fatkeqësisht në Shqipëri sot u jepet përparësi punësimeve të kota në përzyra. Sepse po punësove kot në zyrë, ti pastaj do i bësh share shefit në Facebook dhe në rrjetet sociale. Ndërkohë që nëse ti punësohesh si mësues, si mjek, si infermier, ti ke një detyrë specifike ndaj qytetarëve dhe ke edhe më shumë dinjitet në punë, sepse po bën një punë dobishme. Problemi i madh i marrëdhënieve klienteliste është se një pjesë atyre që punësojnë në administratën publike, duke qenë të vetëdijshëm që nuk po japin një kontribut të mirëqen për shoqërinë, atëherë e kanë punën e tyre tërësisht të varur nga ai që merr punë. Ndërkohë që dikush që emërohet mësues diku, ai e di që po bën një punë dobishme dhe përpasoj ka një qëndrim më dinjitoz në raport me punëdhënësin e vet. Unë do dash një shans për të ndier ca minuta si kryeministre si do t'i shpenzojë formën, nuk e kape shanse, vazhdoj me atë se si do mblidhim të ardhmen. Unë tash për një moment ta improvizonim sikur ju do ishit kryeministër, si do ta shpenzojnë buxhetin që kishte mbledhur qeveria e mbarshme. Ne na mungojnë para, po them na mungojnë 1 miliard euro në këtë buxhet. Pa nuk mund të marrim si pikë referimi vetëm këtë buxhet. Ne vetëm nga abuzimi na mungon 1 miliard euro. E kuptoj. Duhet që të po të shikosh, po të ndjekësh me vëmendje ligjërimin tuaj, në ato hapësira lirie që keni dhe që janë edhe të kontrolluar si toni ju nga mediat e oligarkëve. Ju keni disa dominante, disa po themi vija në ato qëndrimet tuaja publike. Okej, dimensioni social, përmasa sociale, politikat sociale janë njëra. E dyta ky aspekti denoncues, hyri ky në burg, tani të hyjë edhe ky dhe domethënë triumfalizmi gjyqësor, i lidhur me luftën kundër korrupsionit. Në ndërkohë që shtetet kanë edhe politikë të jashtme, kanë edhe politikë rajonale, kështu që doja të pyesja për këtë, se nuk ju dëgjoj që të artikuloni. Kemi zhvillimet Kosovë, si shihni qeverisjen e Zotit Kurti, qoftë pikpamje sociale, qoftë pikpamje të marrëdhënieve me jashtë ose marrëdhënie me rajonin. Unë kam në tërësi një qëndrim pozitiv për qeverisjen e Albin Kurtit, sidomos për konsistencën në rezistencën ndaj ndërhyrjeve të Serbisë, për të zhbërë shtetësinë e Kosovës ose për të zhbërë tërësinë territoriale. Pra është konsistencë rezistent të Republikës së Kosovës. Nuk e njoh mjaftueshëm mirë politikat e brendshme, kuptimin pjesën sociale, atë doja që ty pyesja, po. Me aq sa njoh, sigurisht aty ka disa avancime nga pikpamja sociale, por një gjë që mua më ka bërë skeptik është që Zoti Kurti ende nuk e ka ndryshuar modelin e taksimit në Kosovë. Pra Kosova ka akoma taks shesht, që është një model i të djathës ultraliberiste, po kupton? Unë do prisja nga kjo pikpamje që të kishte një qasje. Pra nuk e keni studiuar si model, domethënë edhe ai është i tipit asistencialist. Ai e ka gjetur këtë model taksimi dhe e ka lënë. Jo, s'po flisja për modelin e taksimit, kisha fjalën për
kontributet që ja u jep studentëve, jep ato e ka bërë shumë mirë, por unë mendoj që mund ta bënte akoma më mirë nëse do vendosë një model më progresiv taksimi, më kupton? Pra ku të pasurit në Kosovë të paguanin më shumë nga ç'paguajnë. Sot, me sa di unë, pa mbase jam gabim, Kosova ka ende një model të taksës së shesh që është vendosur nga qeveritë përpara ato të zotit. Këtë po e përsëris, po vetëm kjo ju ka rënë në sy. Si kritik, po. Shko është një, nuk është si dallim, domethënë, nëse unë mund të bëj një dallim me zotin Kurti, është kjo, nga me politikave fiskale. Ajo që dua unë që, domethënë, këtu isha u zhgënjeva pak se mendoja që ju dhe çdo politikan shqiptar në fakt duhet t'i di zhvillimet në rajon, se nuk po flasim për rajonet mëdha, kupton, gjithë Ballkani është sa është, kupton, 20 milion, kështu që duket çudi që ju nuk i dini politikat ekonomike të një qeverie në një vend fqinj. Po më tha që nuk jam i sigurt. Po sigurisht që unë shoh me përparësi zhvillimin ekonomik dhe social të Republikës së Shqipërisë. Pikërisht, po dhe jam i informuar në rast se nuk po flasim për jam i mirë informuar për problemet e sigurisë dhe të politikës jashtme të Kosovës, sepse kjo ka përparësi. Po pra, edhe për ne si shqiptar. Taksa mbi kapitalin në Kosovë është e rëndësisë së dorës 2 në raport me sigurinë dhe integritetin territorial të Kosovës. Jo shumë e drejtë, po ndoshta ai, siç thatë ju, ka këtë taksën e shesht, prapse edhe ai ka filluar ta përdor sulmin ndaj ta shtuquetëve oligark, një lloj si ju ad hominem. Dhe shumë mirë bën në këtë aspekt. Shumë mirë bën që distancohet nga oligarkët dhe sigurisht që unë mendoj që thot vërtetën kur vjen puna për devollat me shok. Të oligarkë siç kanë në Kosovë, kanë në Shqipëri, kanë në shumë vende që nuk kanë zhvillim qëndrueshëm ekonomik. Mos vallë ju apo ai jeni të mbështetur nga grupe të tjera ekonomike, të cilët nuk gjejnë hapësirë për shkak të marrëdhënie preferenciale të atyre oligarkëve me kryeministrat dhe nxisin lëvizje të tilla që ngjajnë të majta apo parti alternative që të krijojnë hapësirë. Kjo nuk është një dukuri e pangjarën përpara. Po mirë, ka dukuri të ngjara edhe të tipit që dikush vrau dikë 2 orë përpara dhe pastaj erdhi në emision. Problemi është që kjo hipotezë shtrohet pyetja ku mbështetet. Jo, në rastin tuaj nuk thash atë për mua, nuk tash, unë tash këtë gjë. Sepse di këtë akuzë, nuk është fare akuzë kjo është legjitime. Ju nuk po akuzoni, ju po hidhni një hipotezë apo jo. Të tjerë kanë bërë akuzë. Një sekondë, ajo që po them është kjo, që marrëdhëniet ekonomike dominohen nga grupe të caktuara, që janë privilegjuar apo mbështetur nga qeveria. Ka grupe të tjera që mbasen më të zotë se sa ata, që pasi shkojnë që nuk kanë hapësirë tek porosia publike apo jo tek tendrat, atëherë mbështesin, financojnë parti të vogla të reja që krijojnë hapësirë. Është legjitime kjo në kapitalizëm. Ne në kapitalizëm jemi. Nuk është legjitime sepse kjo është kapje e politikës, ky është financimi i paligjshëm i partive politike. Dhe sigurisht që ne as e kemi bërë, as e bëjmë, as do ta bëjmë edhe një herë. Dhe një provë për këtë që po them unë është fakti që ne nuk kursejmë askënd asnjë nga oligarkët. Pra ndryshe nga gjitha partitë e tjera që në rastin më të mirë, po flasim ndërmarrës, që janë po këta bizneset e mëdha. Jo, po flasim ndërmarrës të ndershëm, po ti quheni gjithë ndërmarrësit të ndershëm. Sipërmarrësit e ndershëm nuk kanë si thua kapacitetet financiare sot në Shqipëri të rivalizojnë me oligarkët, dhe as kanë kapacitetet financiare nuk keni nevojë për shpenzime të mëdha të financojnë politikën, dhe nga ana tjetër, në një parti si Lëvizja Bashkë, askush nuk tolerohet që të ndikojë financiarisht dhe politikisht në kursin tonë. Mua edhe kur më kap dikush në rrugë e thot jam simpatizant i yt dhe dua të financoj Lëvizjen Bashkë, i jap një numër llogarie që kemi publik dhe i them maksimumi 100 euro, sepse nëse ti dhuron 100 euro për Lëvizjen Bashkë, unë ta kam borxh ty si gjithë qytetarëve, po s'ta kam borxh individualisht asgjë. Ama nëse dikush thot se kam parë në sferën publike shqiptare që ka parti që thonë një miku im, një qytetar më dhuroi 50.000 euro. Po i sulmoni partitë e tjera 50.000 euro të reja për. Si mundesh të pranosh kontribut 40.000 apo 50.000 euro dhe thuash pasaj që nuk më ka kapur ky që më ka dhuruar këtë gjë. Qasja e Lëvizjes Bashkë që është konsistente është kjo. Shumë veta nga pak mbështetje ekonomike, në mënyrë që ne t'ju kemi borxh të gjithëve si qytetar, pa askujt individualisht. Pa askush s'mund kap mua nesër nga xhaketa dhe të më thot, un kam financuar Lëvizjen Bashkë.
Edhe aq më pak pastaj biznesmen më dhe apo oligark. Vetëm një aspekt që nuk dohet të kthejmë prapë te Kosova. Dhe pash sa ngjashmërinë atë retorikën e këtyre shpenzime edhe Kurti thoshte që rrogën time ndaj ja destinoj partisë dhe nuk blej shtëpi, e kam shitur shtëpi që të financoj partinë. Këtu ngjani ju e pak, po ju përdorët këtë do vlerësuat politikën e jashtme të Kurtit. Në çfarë aspektesh e vlerësoni? Kuptimin e po ta vini re, sot shteti i Kosovës në rezistencë e kontrollon shumë më tepër territorin e Republikës Kosovës nga sa e kontrolluar më herët. Kosova është një shtet më funksional, është më i qëndrueshëm, është më i fortë. Po politikën e ka një jashtme politikë më të denjë të jashtme. Tani sigurisht politika e jashtme mund të shihet edhe në prizmat e sa të buzëqeshin në arena ndërkombëtare. Dhe sigurisht që këtu qeveria e Kosovës ka pas disa probleme. Mirë po, në thel politika e jashtme është ka pat probleme me buzëqeshjet. Jo, pra që apo me integrimin ndërkombëtar. I mungojnë buzëqeshjet. Për shembull, zoti Rama fiton më shumë buzëqeshje. Mirë po, zoti Rama i fiton ato buzëqeshje duke e dhënë vendin ton si plaçk. Po të flasim pak për Kosovën, pastaj do flasim. Ndërkohë që zoti Kurti me konsistencën dhe seriozitetin e vet, përgjithësi qeverisja e vetvendosjes, për mendimin tim ja ka shtuar dinjitetin shtetit të Kosovës dhe ja ka forcuar pozitat edhe në Ballkan, edhe në arenën ndërkombëtare. Sigurisht ka pas tensione her pas here me faktorët ndërkombëtar, por mos harroni që diplomacia mund të jetë dhe aktive, mund të kërkojë edhe më shumë dhe sigurisht do të shihet në fund të këtij procesi. Nëse suksesi do të jetë i madh, i vogël, i pjesshëm, ende vazhdojmë. Fakti që Kosova është më pak e integruar ndërkombëtarisht. Në ç'kuptim është më pak e integruar? Në kuptimin që kishte shanse për të hyrë në Këshillin e Evropës dhe nuk hyri dot, megjithëse bëri lëshime, siç ishte njohje e pronës i vendimit gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Pra faktin që Kosova sot është më izoluar ndërkombëtarisht. Ju e quheni përparim politikën e jashtme. Pra ju po thoni që madje se e bët këtë krahasimin Rama Kurti, ju po thoni që një shtet i izoluar ndërkombëtarisht siç është Kosova, që është një model i mirë për izoluar Kosova. Sepse s'është antare e Bashkimit Evropian, as ne nuk jemi. Më fal, s'është antare e Këshillit të Evropës, nuk është antare e OKB-s, është nën sanksione. Po si mund të jetë antare e OKB-s kur ka veton e Rusisë, Kinës? Është në pezullim, po flasim në pikpamje të afrimit drejt integrimit në OKB, ka disa hapa të ndërmjetëm që të çojnë atje. Nëse nuk bëhesh antare e Këshillit të Evropës, nuk mund të shkosh atje. Nuk është as antare iniciativa që lidhin me NATO-n, nuk ka asnjë përparim në pikpamjet të integrimit ndërkombëtar. Jo, u anulluan vjet, nëse nuk e dini këtë gjë. Për shkak të njerëz për këtyre masa konsistente në rezistencë të zotit Kurti dhe pra ndihmat ndërkombëtare të Bashkimit Evropian posaçërisht nuk po jepen, janë të ngrira. Ka probleme në marrëdhëniet me rajonin, dhe kjo vjen jo thjesht nga kritikat e Bashkimit Evropian, vendet veçanta të saj, po edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është modeli që ju doni që t'ja implantoni në Shqipërisë nëse do bëni kryeministër. Pra të kemi një kryeministër si Kurti, i cili të buzëqeshim pak, por që fatmirësisht, Shqipëria ka shumë më pak probleme se Kosova. Kuptimin e shtetësisë me juve do t'i shtohen nuk do t'i shtohen sepse mos harroni do t'i paksohen buzëqeshjet, po do t'i shtohen probleme. Do thënë sigurisht që ne do ta zhbëjmë marrëveshjen midis Shqipërisë dhe Italisë për çështjen e kampeve të refugjatëve, sepse është për mendimin tim është cënimi i integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë dhe është njëkohësisht edhe një shkelje e rëndë e drejtave të refugjatëve. Më kupton? Dhe në këtë sens, nëse diçka e tillë është e drejtë, ne do të çojmë përpara. A mund të ketë kosto kjo marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Italisë? Unë kam përshtypjen se jo, se gjërat që na lidhin me Italinë janë shumë më të mëdha se sa interesi imediat i një qeverie të ekstremit djathtë sot në Itali, që mbase s'do jetë mas një viti apo 2 vitesh në Itali dhe vendit ton. Pra në këtë sens, edhe kur flasim për Kosovën, për mua është shumë e rëndësishme fakti që sovraniteti i shtetit të Kosovës sot është më i shtrirë dhe më i vendosur. Politika të bie fjala publike ushtrisë NATO-s. NATO-ja aty është apo jo? Patjetër. Nëpërmjet retorikës, pa edhe nëpërmjet fuqizimit të strukturave të sigurisë apo jo të Kosovës, të ushtrisë të policisë Kosovës. Unë besoj që ka pasur investime edhe në terma njerëzor, edhe në terma teknik për fuqizimin e Kosovës. Okej, po çfarë do bëjmë për Shqipërinë se Kosova e ka Kurtin
për Shqipërinë ne nuk kemi kontradikta me faktorët ndërkombëtar perëndimor. Kurti, vetëm për të bërë këtë paralele, kretë ndryshe nga ju atë të kaluarën studentore e ka më të lavdishme, se ka patë ato protestat e 97-s që ishin shumë masive, shumë... Në Kosovë çdo kush ka një të shkuar politike më të lavdishme se ne, se kanë qenë të pushtuar dhe kanë luftuar me armë për çlirimin e vendit. Ne s'bëjmë dot luftë që të kemi heroizma, po. Po, inshallah nuk po mendoni që të bënin e luftë, po s'na duhet luftë. Politikën e jashtme e kam pak të shqetësim se ju jeni duke thënë në atë kundërvënien Rama Kurti, jeni duke mohuar që Shqipëria gjithsesi ka një shkallë, po themi, ose një pozitë ndërkombëtare shumë të lartësuar se sa shumë vite përpara. Ishte kryesoi OSBE-n, është rotacion, po është edhe lobim, u bë antar e Këshillit të Sigurimit, prap me rotacion kishte atë u paraqit në vitrinën globale do të udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit, ka organizuar summitet, cilat janë vëmendje ndërkombëtare të procesit Berlinit. Në 16 maj do të kemi mbledhjen e udhëheqësve të summiti i Komunitetit Politik Evropian, që për një vend vogël si yni, ja shumë të rëndësishme. Po flas tani për këtë komisionerin për zgjerim që thotë do marrë 1 miliard, do jetë antari 28, dhe kjo ka rëndësi strategjike në raport me armikun ton historik që është Serbia, në raport me Maqedoninë, në raport me Marinezi, që kanë qenë shumë më përpara nesh. Dhe këto vende nuk e duan përparimin e Shqipërisë. Dhe ju po thoni që Shqipëria është mbrapa ndërkombëtarisht, pra nuk ja njihni këtë merit qeverisë aktuale ose kryeministit? Shqipëria nuk ka ndryshuar asgjë në thelb dhe mirë ka bërë që s'ka ndryshuar asgjë në thelb, dhe s'do ndryshoj asgjë në thelb, edhe po ta kemi në dorë. Në cilin thelb? Ja ta them tani. Në marrëdhëniet e partneritetit me shtetet e mëdha perëndimore. Kjo është pozita jonë gjeopolitike. Kjo është e pandryshueshme sepse lidhet me interesin kombëtar të shqiptarëve. Se ç'a bën zoti Rama, në kuptimin që një summit më shumë apo një summit më pak, është shumë më pak e rëndësishme se sa ky pozicionim. Më kuptoni? Ajo që mua më shqetëson pastaj është që zoti Rama, ja po ta them, zoti Rama për të marrë disa buzëqeshje më shumë, është i gatshëm të shes të mira publike dhe territor të Republikës së Shqipërisë. Për shembull, po ju thash, marrëveshja e refugjatëve me Italinë është skandaloze, sepse ti kemi dhënë territor aty ne. Ti patjetër, ato kampe janë sovraniteti italian apo jo? Shëngjini dhe Gjadri janë territor i Republikës Italisë tashmë. Është shumë merakli për sovranitetin. Po tani nuk e di sa shtete e bëjnë këtë gjë që bën një marrëveshje me një shtet tjetër dhe i thon po t'japum territorin dhe ti bëj çfarë duash territorin tim. E dyta, e keni vënë re besoj që zoti Rama për të fituar çik më shumë vëmendje nga administrata e re Trump, që nuk e di a do ja arrijë apo jo, e dha ishullin e Sazanit një grup investitorësh kush i përfshirë dhëndri zotit Trump. Tani kështu do e bëjmë politikën e jashtme, unë të fal Sazanin, ti më jep një buzëqeshje, unë të jap Gjadrin. Ju si do e bëni pa? Ne do e bëjmë duke vendosur dinjitetin dhe nëse duhet hapur për investim një pjesë e territorit të Republikës Shqipërisë, këtu do bëhet një konkurs ndërkombëtar, sepse ne mund të themi, po more Sazani na duhet për të investuar në turizëm. Po pse kjo i duhet para dhën një investitori me lidhje politike me administratën e shtetit dhe pse të mos hapet një konkurs ndërkombëtar ku të fitoj projekti më i mirë? Kjo është një politikë serioze edhe ekonomike, edhe politikë serioze ndërkombëtare. Versioni, po e them edhe një herë, që të marrë dikush një ftesë në shtëpinë e bardhë, po unë jam gati të t'jap një ishull, apo të mbuzëqesh me loni, unë jam gati të t'jap territorin e Republikës Shqipërisë, edhe që është më e turpshme pastaj, të mundësosh shkeljen e drejtave të njeriu, të emigrantëve, të refugjatëve, ne jemi vetë një popull emigrantësh, pa ta bërë syri tërë, duke thënë se ç'a bëhen ato kampe, është vetëm puna e Italisë, ne s'ta intereson asgjë fare, për mua është jo dinjitoze. Unë kam një pyetje për sa i përket mbylljes së TikTokut, mund të... Po patjetër se. Ai është viktima e shkëlqyre e kësaj vendimi. Ishte me një vendim të Këshillit të Ministrave, numër 151, i datës 6 mars, që vendosi mbylljen e përkohshme të platformës online TikTok në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për një vit. Unë ju kam ndjekur dhe kam parë që ju e keni konsideruar këtë si një censur që i bëhet fjalës së lirë dhe një mohim i së drejtës dhe lirisë së shprehjes. Tani, kjo de facto është vendosur, ky vendim ka hyrë në fuqi, do të thënë de jure, ka hyrë në fuqi ky
ky vendim që pas botimit fletore zyrtare de facto vijon të jetë ende e hapur platforma. Nëse ndodh që kjo platformë të mbyllet edhe de facto, a do të ketë ndonjë reagim nga lëvizja bashk dhe së dyti, po ju ndiqja sërish kohëve të fundit, ju jeni drejtuar ndjekësve tuaj në këtë platformë, duke ju shpjeguar se si funksionon VPN-ja dhe duke i këshilluar ata që nëpërmjet VPN-s të aksesojnë sërish TikTok-un. A mos po i mësoni qytetarët që të ndërmarrin hapa të kundraligjshëm, duke qenë se nëse kjo do të ndodhte, pra aksesimi i TikTok-ut nëpërmjet VPN-s, do të dilte kundër këtyre masave që po vendos qeveria me vendimin e saj. Pra pse nuk kundërshtohet vendimi, por ju i udhëzoni ata që të marrin VPN dhe... E kuptoj. Ne edhe vendimin e kundërshtojmë, e kemi kundërshtuar në komunikimin publik, në sa e sa thirrje. Sigurisht po mendojmë edhe aspektet juridike të padive në gjykata ose në gjykatën kushtetuese, por keni parasysh diçka që kjo kërkon kohë. Ndërkohë që TikToku po mbyllet sot dhe po mbyllet 2 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme, kanali kryesor i komunikimit masiv në Shqipëri. Pra sot platforma ku komunikohet më dendur është TikToku. Dhe një qeveri që 2 muaj para zgjedhjeve mbyll TikTokun është duke kryer ndër të tjera edhe një akt censurës politike. Përveç se po u bien qafë pasaj mira bizneseve të vogla që e përdorin TikTokun për të reklamuar produktet dhe shërbimet e tyre, sepse nuk kanë para që të paguajnë reklam në televizione apo në rrjetet të tjera sociale. Unë me profesion jap lëndën e historisë mendimit politik në fakultet, ka një autor që e trajtoj me studentët të fundit antikitetit. Është bërë dhe shenjtor pas vdekjes tij, Shën Agustini ose Agustini Hiponës. Edhe Agustini Hiponës, shekullin e 4 të erës sonë, shkruan që një ligj i padrejtë nuk është fare ligj. Çdo më thënë një ligj i padrejtë nuk është fare ligj. Që thotë se një ligj i padrejtë nuk meriton të respektohet. Sigurisht që nuk është ligj, ky është vendim, domethënë. S'ka statusin e ligjit, që thua shkel e ligjin, është thjesht një vendim i Këshillit të Ministrave. Po edhe sikur të ishte ligj. Unë mendoj që në momentin që ligji është thelbësisht i padrejtë, nuk është e drejtë e qytetarëve, por unë besoj që është detyrë qytetare që të mos e zbatosh atë. Ne kemi dëgjuar shpesh për mosbindjen civile. Fakt ky është akti mosbindjes civile. Nuk është mosbindje civile ti vësh zjarrin një makine. Mosbindje civile do thotë, unë refuzoj paqësisht sigurisht të zbatoj një urdhër të padrejtë dhe jam i hapur, dhe jam i gatshëm të psoj çfarë do lloj dënimi për faktin që unë refuzoj këtë vendim të padrejtë. Pra në këtë sens, qytetaria e mosbindjes civile, që ka një histori të gjatë nëpër botë, nga Gandhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkon pikërisht këtë gjë. Të thuash që ky është një vendim jo thjesht jo popullor, por ky është një vendim thelbësisht i padrejtë dhe si i padrejtë duhet sfiduar dhe në përditshmëri nga qytetarët. VPN-t përdoren kudo nëpër botë dhe mbi të gjitha përdoren nëpër vende ku ka një autoritarizëm të fortë. Pra e përdorin aktivistët dhe qytetarët në ato vende diktatoriale ose gjysmë diktatoriale ku mesazhi yt është i kontrolluar, i censuruar ose ti mund persekutohesh për atë që thua. Pyetja e fundit para se ne do të sillim ato që janë pyetjet në rrjet, për ato që gëlon rrjeti rreth jush, pyetja e fundit është kjo. Nëse ju dhe historia e zgjedhjeve në Ballkan ka treguar që shpeshherë ka parti të cilat kanë golden share dhe mund të ndihmojnë qoftë njërin krah, qoftë krahun tjetër për qeverinë. Nëse ju do të ishit në këtë pozitë, pra do të fitonit numër mjaftueshëm vota që të arrinit edhe një numër deputetësh, po e përdor në shumës këtë, për të përcaktuar se kush do qeverisë. Pra të ishit juve, po themi, kingmakeri, do t'ja jepni me shumë dëshirë të majtës së keqbër të Ramës, apo do t'ja jepni të djathës së keqbër të Berishës, apo do bashkëpunohet me këto partitë e tjera të reja, të cilët ju e akuzoni se financohen nuk e di nga kush. Pra, çfarë do bënit? Apo do preferoni që të rrinit në opozit derisa të rriteshit një lloj si lëvizje e Kurtit që ju deshën 15 vjet për të ardhur në pushtet? Lëvizja bashk nuk do t'i bashkoj votat e deputetëve të saj me asnjë parti që na ka vjedhur deri më sot. Ne nuk do të bashkëqeverisim asnjëherë, as me PS-n, as me PD-n, pra me Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, Lulzim Bashën, se mos harrojmë edhe një herë nga këto bishtat.
e kemi qëndrim parimor këtë gjë, sepse nuk mundet t'u japim dorën njerëzve që duart i kanë futur në xhepat, shtëpitë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe i kanë vjedhur. Divergjencat tona me partitë e vjedhura nuk janë vetëm ideopolitike, edhe këto divergjenca janë të rëndësishme, por janë rrethpar morale. Ne nuk mund të bashkëpunojmë me të korruptuarit dhe në këtë sens, nëse votat tona i duhen ndonjë partie për qeverisë, s'ka për të qeverisur. Po unë besoj që nëse nuk ka për të pasur shumicë në parlamentin e ardhshëm, Berisha me Ramën doja dalin të bien në një ujdi me njëri tjetrin, e do krijojnë ndonjë farë qeverie teknike për të ndarë pushtetin. Ashtu siç ndajnë oligarkët, ashtu siç Bashkia e Tiranës jep leje ndërtimi edhe për biznesmen afër zotit Berisha, madje edhe për familjarët zotit Berisha, ashtu edhe do të qeverisin së bashku, kam përshtypjen unë, nëse i duan votat e njëri tjetrit pas 11 majit. Lëvizja Bashkë parlamentin e ardhshëm ka për të qenë një opozitë serioze dhe fortë, e qëndrueshme, dhe unë besoj burim frymëzimi për qytetarët shqiptar në vazhdim. Okej, faleminderit për përgjigjet. Tani do vijojmë me pyetjet nga publiku. Janë marrë nga rrjetet sociale dhe bëhen ashtu siç janë shkruar. Një pyetje nga Gentiani. A do ta kaloni pragun elektoral apo dhe ato biçim votash do kalojnë automatikisht në favor të atij të gjatit? Pa diskutim që Lëvizja Bashkë ka përqen parlament mbas 11 majit. Unë mendoj që ne kemi potencialin për të zgjedhur deputet në shumë qarqe të Republikës së Shqipërisë. Do të luftojmë për të zgjedhur deputet në çdo qark të Republikës së Shqipërisë. Madje mund t'ua them që mund duket e çuditshme, po ka rastisur në fakt që lista e kandidatëve tan më të mirë për deputet është në qarkun e më të vogël të Shqipërisë, në qarkun e Kukësit. Aty kemi në krye të listës një shkencëtar, pra një hulumtues shkencor. Si quhet? Alban Metallari. Po. Është hulumtues shkencor në Gjermani, do të vi këto javë në Shqipëri, do të qëndroj gjithkohës dhe do të bëj fushat bashkë me të tjerë kandidatë dhe aktivistë Lëvizjes Bashkë. Pra për t'ju thënë sa seriozisht e marrim në politikën, pra nuk është politikë vetëm. Tiranën e keni dobët, apo jo? Tiranë e kemi më dobët se Kuksi, sepse në Tiranë kandidoj unë edhe disa pedagog, por nivelin e Albanit, Suzanës, Klarës edhe Artanit në Kukës, Dritanit në Kukës, nuk e kanë ende qarqet e tjerë ku futem edhe Tirana ku jam unë. Okej. Pyetja e radhës nga Redi, pse dukeni si Erion Veliaj në kohën e mjaftit? Ç'të them unë? Ndërro këndvështrim apo ndërro syze. Mos harro diçka që Erion Veliaj ka nisur politikën aktive i sponsorizuar nga të gjitha anët, nga të gjitha mediat, edhe nga Edi Rama. Edhe nga Sorosi ndoshta. Patjetër. Edhe ju jeni mbështet nga Sorosi? Jo, asnjëherë. Nuk është turp, apo jo, besoj që e quan turp. Po unë Sorosin e konsideroj oligark, kështu që nuk e quaj nder. Edhe kur i kundërvihet rusëve, kur i kundërvihet Orbanit. Tani një oligark si ora e që ngel, domethënë, mund të qelloj 2 herë në ditë. Thot diçka të saktë, pra ma gjithkohës tjetër është vazhdon të jetë oligark dhe vazhdon të ketë politika të dëmshme për shoqëritë. Kështu që po ju thoja, un kam 14 vite aktivizëm dhe këto janë zgjedhjet e para ku ne konkurrojmë për të hyrë në parlament. Të gjithë ata si zoti Veliaj dikur kanë bërë 1 vit a 2 vite aktivizëm, pastaj kanë kërcyer në karrocën e një partie të madhe dhe të korruptuar. Un jam 43 për 44 vjeç, jetoj me rrogën time të një jete si pedagog, shkoj në punë me autobus, si shumica dërmuese e popullit Tiranës apo qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Edhe me biçikletë shkonte? Jo, ai shkonte me biçikletë atëherë kur kishte kamerat me vete. Bashkëqytetarët tanë që do na shohin dhe na dëgjojnë, shumë prej tyre më kanë parë mua për ditë në autobus, kështu që kjo është mënyra ime e jetesës, nuk është thjesht operacioni i imazhit për të gënjur njerëzit. Dëshmëria, konsistenca, po edhe besoj unë përgatitja politike është ajo që ne dallon shumë prej zotit Velia, jo vetëm tashmen e vet, që është funde krye korruptuar, po edhe të shkuarës së tij dikur me mjaftin. Ne nuk kemi një operacion i partive të vjetra, nuk kemi një operacion i oligarkisë ekonomike, nuk kemi një operacion i pronarëve të medjave. Mos harroni që zoti Velia jo kur ka qenë kryetar bashkie, po edhe kur ka qenë në thonjza vetëm aktivisti mjaftis, mëngjes drek darkë gjejë nëpër televizionet kryesore të vendit, ndërkohë që mua më shihni rrallë, pikërisht për faktin se qëndrimet tona janë antagoniste me oligarkinë dhe sigurisht me një pjesë të madhe të mediave.
pyetja e radhës nga Jo Erdi. Çfarë planesh ka lëvizja bashk për diasporën? Ne duam të përmirësojmë ndjeshëm shërbimet publike për diasporën. Shteti shqiptar duhet kontribuoj edhe në çështje të lishmërisë, pra problemeve që kanë qytetarët shqiptar me letrat, me gjithçka tjetër në shtetet ku punojnë. Duhet kemi investime serioze në shkollë, në shkollimin e fëmijëve të diasporës. Duhet lidhim marrëveshje të njohjes së kontributeve pensionale me vende ku shqiptarët jetojnë shumicë, duke nisur nga Greqia, që nuk e kemi ende, dhe këta marrim qafë shumë. Do falimenton të Greqia, nëse miraton të marrëvesh apo jo? Tani ne do kërkojmë atë që është e drejtë. Dhe duhet ta kërkojmë deri kontributet e shqiptarëve e mbajnë këmbë sistemin pensional grek. Dakor, po duhet kemi një marrëveshje ku këto kontribute do të jenë në mënyrë reciproke. Por ç'është më e rëndësishme? Unë mendoj që kontributi më i madh që ne mund të japim për diasporën është të përmirësojmë jetën e qytetarëve këtu në Shqipëri. Ç'ka ndodh? Shqiptari që jeton jashtë Shqipërisë, përveç se mesatarisht paguhet më pak se vendasi, sepse është emigrant, ka dhe një kosto shtesë krahasuar me vendasin, sepse shqiptari që punon në Gjermani duhet një 200-300 euro t'i kthej mbrapsht në Shqipëri për të mbajtur prindit e vet në pension. Qofse ne arrim që të përmirësojmë nivelin e pensioneve dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, këto para nuk do ktheheshin më si lëmosh ose si plotësues i një nevoje që nuk e plotëson shteti social në Shqipëri. Tjetra, duke bërë Shqipërinë një vend me drejtësi shoqërore dhe me institucione mirë funksionuese, ne u japim sinjalin shqiptarëve të diasporës që e keni një mundësi për të kthyer në Shqipëri, qoftë për të investuar, qoftë për të punuar në profesionin tuaj. Kështu që përmirësimi i jetës ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri është ndoshta kontributi më i madh që ne mund t'i japim për diasporën jashtë vendit. Pyetja e radhës nga Gentiani. Profesor Arlin Qori, do të doja një përgjigje nga ju ose nga stafi juaj. Kush janë partitë si motra europiane që ju mund të bashkëpunonin në një të ardhme të afërt? Jam shumë kurioz. Ne nuk kemi preferenca në hapësirën ndërkombëtare. Domethënë hiq Kosovën që ne kemi një bashkëpunim, kemi pas edhe më herët bashkëpunim me lëvizjen vendosje në Kosovë. Në përbot, si thua, ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me çdo parti të smajtës evropiane, socialdemokrate, kështu me radhë. Unë kam pas një, si thua, përqyeshmëri të veçantë në sferën ndërkombëtare, në fakt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vazhdoj të jemi vlerësues i madh i politikave të senatorit demokrat Bernie Sanders në SBA. Pra nëse duhet me do e mos ta them një emër, e kam më kollaj të them Bernie Sandersi, se pastaj në Evropë janë shumë ta partitë e të majtës që ju vjen keq për këto politikat që po ndërmerr administrata Trump për transgender, për woke, për gjithë këto politikat, gjithë këto urdhat ekzekutiv pra që po e godasin trashëgimin demokrate. Problemi më i madh i vendimeve të Trumpit kanë të bëjnë me, si thua, luftën ndaj ose shkeljen e drejtave të njeriut kur vjen puna tek emigrantët. Për trashëgimin të smajtës amerikane. Po shiko, ki parasysh që majta amerikane ka qenë jashtëzakonisht e dobët në kuptimin e të majtës. Domethënë unë nuk kam qenë ndonjë ftar i Partisë Demokrate në SBA. Brenda Partisë Demokrate më ka entuziazmuar shumë politikat e Bernie Sanders, që janë rreth par politika social-ekonomike, s'kan të bëjnë me wokizmin. Bernie Sanders, ndryshe nga kandidatë e tjerë demokratë që kanë qenë shumë dobët në politika social-ekonomike dhe shumë zjarrt në wokizëm, Sanders i bëndet anasjelltën. Pra, ka pas theksuar nevojën për kujdes shëndetësor universal, politika progresive, taksimi, mbështetje të punëtorëve, gjëra kësaj natyre. Ky është deburimi im i frymëzimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja e radhës nga Gjoni. Po tani që nuk është Dash Sula në lista, çfarë do bëj Qori? Do kërkoj falje për këtë sul? I referohet situatës ku ju shprehet se nuk doni të vota klienteliste për fluturimin e Dash Sulës te Lapaj. Unë kam thënë që politika shqiptare, përveç se ka shumë korrupsion, ka dhe shumë karagjozllëk. Dhe një nga shprehjet e karagjozllëkut është fakti që çerekore para mbarimit të afatit, si në merkaton e futbollistëve, lojtarë që ngelen pas skuadër, kalojnë pastaj në skuadra të tjera. Është treguesi të ideologjizimit të politikës. Karagjozllëkut është, domethënë kuptimi që thuash që edhe karagjozllëku, po ama dhe ideologjizimit. Thuash që s'ka hapësirë për juve që jeni ideologjik. Çdo kush mund vinë partinë ton, pavarësisht nga çfarë partie ka dalë, për mendimin tim është shenjë karagjozllëku dhe karagjozllëku dashit apo i partisë që pranoj. Po rreth parë i partisë që pranoj njerëz, pastaj individi, fundi e individit thotë kështu dua puna ime. Problemi është i partisë që i pranon, dhe është dy fish karagjozllëk. Pse? Se në fillim i thua hajde të borën,
je një vlerë e shtuare, ke 1001 merita, mbas 24 orësh thua të nxjerrim jashtë, s'ta pëlqen. Për dy fish Karagjollëk. Kështu që pyetja nuk e di Gentiani si quhej ai, do thoshte që Gjoni. Do thoshte që në fakt këto ngjarje vetëm sa e vërtetojnë atë që po them, edhe kam thënë gjithmonë që në fakt në Shqipëri sot parti serioze, moderne në kuptimin e organizimit dhe të ideve, duhet ta them është vetëm Lëvizja Bashkë. Dhe imagjino çdo ndodhte sikur ne të ishim në koalicion me parti të tilla. Pra e them hipotetikisht. Imagjino ne të kishim planuar koalicion me këto farë partish, vinte ora 11:45 e natës, edhe partneri i këtij koalicioni thotë do fushit dasulën në listat tona. Ti thua jo, ai thotë po mirë prishim koalicionin. Do kupton çfarë Karagjollëku do ishte? Fatmirësisht nuk kemi pjesë e kësaj lloj merkatoje politikanesh. Dhe vetëm trim luftë. Jo vetëm, me mirë antarë të Lëvizjes Bashkë, me mbështetës shumë më të mëdhenj në shoqërinë shqiptare. Okay. Një pyetje nga Thomaj. Po çfarë i shpure dëm ato vota në vend që të bëje koalicion me Lapajn, Shabanin, zgjodhe të bësh autogol? Po që koalicion, ju thashtë, më thënë, është vështirë të bësh koalicion me subjekte funde krye jo serioze, që nuk din çfarë bëjnë, nuk di çfarë i bashkon përveç se dëshirës për të bërë deputet. Në Shqipëri, çdo koalicion sot nuk është gjetje vetëm një konglomerat i çfarëdoshëm, njerëz që kanë vetëm një gjë të përbashkët. To janë as ide, as parimet, as asgjë, por vetëm dëshira për të bërë deputet. Unë nuk kam hyrë në politik thjesht që të bëhem deputet. Tjetë për fatin tim personal është shumë më i mirë duke qenë pedagog se duke qenë në parlament, se është shumë më mirë të merresh me studentët se me të merresh me politikanë të korruptuar, edhe shpeshherë dhe mungesë të frikshme të etikës, siç ndodh rëndom në parlamentin shqiptar. Pra ma ky është një lloj detyrimi qytetar që unë e çoj përpara. Ka shumë rëndësi, po them edhe një herë, në politik, ndershmëria, serioziteti, konsistenca dhe idetë e duhura. Versioni që sot bëhemi një skuadër, pastaj mas një muaj zihemi, mbas 2 muajsh bëhemi prap, pas 3 muajsh prap zihemi, ky është një version, më vjen keq ta them, i politike karagjozësh. Unë e marr politikën shumë seriozisht, i marr qytetarët shumë seriozisht dhe përpasoj qasja e Lëvizjes Bashkë ka qenë e qartë që në fillim ne do kërkojmë mbështetjen e sa më shumë qytetarëve për idetë tona, për parimet tona. Okej, një pyetje nga Naundi, nuk ta kemi parë programin për pensionet, dhe pyetja e dytë që bën, se për pensionet folët pak, pyetja e dytë që bën është po ti do gënjesh si të tjerët. Programi ynë për pensionet dhe për 21 kapituj të tjerë, kaq kapituj do ketë programi Lëvizjes Bashkë, 21 kapituj, do shkoj diku midis 150 edhe 200 faqe, do jetë libër në vete. Puna e për cilin ka filluar 1 vite 3-4 muaj më parë, ka për të dalë për 7 ose 10 ditë i plot, më kupton? Asnjë parti nuk e ka botuar deri më sot programin qeverisës, ne do jemi partia e parë që botojmë një program serioz, të gjatë, kompleks qeverisës, dhe aty do japim përgjigje me shkrim në 16 faqe Wordi çështjes pensioneve. Këtë po a them paraprakisht, ajo puna e gënjeshtrës është që unë nuk ma lejon ndërgjegja të gënjej politikisht, them të vërtetën edhe kur kjo e vërtet ka kostot e veta, sepse mendoj, siç ka pas thënë dikur Jezu Krishti, që e vërteta na bën të lirë, sepse çiron ndërgjegjen tonë. Okej, pyetja e fundit nga Armando, a keni bërë deal ose në shqip marrëveshje me Partinë Demokratike me ta rujt votën? S'kemi nevojë. Sepse ne kemi kapacitetet për mbrojtur çdo votë, kemi treguar në Tiranë 2023-shin, unë e kam thënë para zgjedhjeve që ne zona vjedhin asnjë votë dhe kam deklaruar mbas zgjedhjeve që ne s'na kanë vjedhur asnjë votë. Dhe po e them edhe sot këtu, në 11 maj, Lëvizjes Bashkë s'kan për t'i prekur asnjë votë dhe nuk do dëgjoni mbas zgjedhjeve nga unë të them më vodhën votat. Sa do shumë ose pak votat marrim, po a them këtu, e kam thënë disa herë, nuk do dëgjoni nga unë më vodhën votat, sepse s'do na i vjedhin dot votat. Sepse kemi aktivistë dedikuar, ndershëm dhe të guximshëm në çdo vend ku votohet dhe numërohet vota në Shqipëri, dhe përpasoj votat e Lëvizjes Bashkë do t'i garantoj, madje unë mendoj që do jemi garancia edhe për votat e partive tjera të reja që s'ma ha mendja që do kenë numrin e aktivistëve dhe vëzhguesve që kemi ne nëpër Shqipëri. Në fund të kësaj bisede, do të ndiqni edhe një analizë time në lidhje me partitë e reja, përfshirë dhe partinë e Zotit Qori. Ktu përfundon biseda jonë, ishte kënaqësi. Besoj që kënaqësi edhe për mua. Kishit mundësi, domethënë, për të ekspozuar në mënyrë goxha, domethënë edhe në pikpamje sasiore, cilësore, ato që janë drejtimet kryesore të politikës suaj.
Unë s'mngelet gjë tjetër ti përshëndes edhe ndjekësit e Radio Televizion Shqiptar apo dëgjuesit e Radio Tiranës, të cilën ishin bashkë me ne. Ishte një mundësi, ishte një hapësirë lirie për një parti, për një subjekt i cili vazhdimisht ankohet që mediat e kontrolluara nuk i kanë dhënë hapësirë, dhe mu për shkak të kësaj ankese, mu për shkak të këtij besimi, rreth kësaj partie ka patur dhe misticizëm. Mendoj, shpresoj që nëpërmjet kësaj dalje ta kemi po themi kufizuar sadopak të misticizëm. Faleminderit një herë dhe natë mirë. Bashkëbiseduesi ynë për sot, Arlind Qori, pati mundësinë që të ekspozonte për një kohë bukur të gjatë ato që janë idetë kryesore të lëvizjes politike që ai drejton, por njëkohësisht edhe të ofrojë disa aspekte të jetës së tij personale, të cilat përpiqen që të na japin imazhin e një lideri tipik të smajtës që bën një jetë asketike, që shkon në punë me autobus, që e ka shqetësimin vetëm te punëtorët, te pensionistët dhe tek politikat sociale, që lufton të ashtu quajturit oligark, pavarësisht kontradiktave që ekzistojnë apo përplasje që ekzistojnë për saktësinë ose jo të përkufizimit të tyre në jetën tonë publike, në jetën tonë ekonomike, dhe pam kësaj një lider intransigjent i cili nuk dëshiron që të bashkëpunojë me asnjë parti tjetër. Arlind Qori është përpjekur që të demonstrojë një karrierë normale politike, kalim nga lëvizja studentore në udhëheqjen e subjekti politik, pra për të treguar gradualitet në aktivizmin e tij politik. Mirë po, e kaluara nuk mund të zhbëhet, aq më tepër kur e kaluara shumë e afërt me të sotme, ka kaluar vetëm pak vite nga eksperjenca e ndritshme e lëvizjes studentore në Shqipëri, e cila ka qenë nga ato lëvizje që ka tronditur me të vërtet sistemin ton politik apo qeverisjen e kryeministit Rama. Në atë lëvizje, Qori dhe subjekti politik apo subjekti apo organizimi që ai drejtonte nuk treguan vizion, nuk treguan aftësi për të ngritur mbi ato që ishin diferenca ideologjike në mënyrë tillë që të krijojë një subjekt i ngjashëm me atë që po shohim sot në protestat në Serbi, një subjekt i cili gjente emërusi minimal të përbashkët për ta mbajtur të ndezur zjarrin protestativ brenda trupës së studentëve dhe pedagogëve, por përpjekjet për ta monopolizuar këtë lëvizje studentore sollën si pasojë atë që Qori me gjithë elozhet, me gjithë përpjekjen për ta personalizuar këtë lëvizje studentore, sollën pra si pasojë që lëvizja studentore të shuhej dhe Qori megjithatë të merrte vetëm disa spaleta që përdoren për të ndërtuar rëndom biografitë politike të rrjetit rreth tij apo partisë që ai kryeson. Natyrisht, lëvizja studentore nuk u shua thjesht dhe vetëm për shkak të kësaj mungese pragmatizmi të Qorit, por edhe për arsye të tjera të cilat janë bërë të njohura tashmë. Mirë po, është e rastit që këtu të bëhen dy paralele. E para, me një karrierë të ngjashme me atë të Albin Kurtit, i cili ishte një lloj drejtuesi e lëvizjes studentore të vitit 1997 në Kosovë, një lëvizje që ishte masive, një lëvizje e cila ishte me karakter nacional, pra mbi ndarjet ideologjike, dhe që në një farë mënyre e pasuroi atë që ishte arsenali i protestave të popullit shqiptar të Kosovës aso kohe. Qori pra nuk ka spaleta të tilla të ngjashme. Lëvizja e Qorit, këtu është paralelja e dytë, nuk tregoi atë që po tregon lëvizja protestuese në Serbi, kur megjithëse në një shtet territorialisht më të madh se sa Shqipëria, me gjithë universitetet të shtrira në këtë territor të madh, po vëmë re se si student me background, me formim apo me përkatësi ideologjike të ndryshme, arrin ta gjejnë këtë emërus minimal të përbashkët, cili i mungoi Qorit apo atyre që ishin protagonistët e lëvizjes studentore të Shqipërisë në vitin 2018. Kjo ishte konsiderata e parë që lidhet me karrierën e tij.
Elementi i dytë që meriton vëmendje është ngjashmëria e supozuar apo e simuluar e tij me zotin Kurti. Nuk ka ngjashmëri të mëdha, megjithse zoti Qori përpiqet që të krijojë idenë e tyre. Kurti ka patur eksperiencë burgun, Qori nuk e ka. Kurti ka shprehur atashim me ideologjinë e majt, po themi me qarqe, me grupime neomarksiste, me të vendosura në Paris apo në Tiranë nëse doni, ndërkohë që Qori nuk ka rrëshqitur në pozita të tilla ekstremiste, ekstremale, me përjashtim të simpatisë të tij për Bernie Sanders. Por megjithatë, duket qartë që simpatia apo vlerësimi i Qorit për zotin Kurti, i cili tashmë nuk mund të quhet një nuse e cila nuk ka nusëruar, por që po përfundoi një mandat 4 vjeçar dhe u pa se cilat ishin politikat ekonomike të tij, se cila ishte politika jashtme e një qeverie të udhëhequr prej tij. Dhe këtu ishte mënyra këtu ishte hapësira për ta analizuar, për ta kuptuar Qorin se si do të funksiononte në një rol qeverisës. Qori pra kishte simpati për politikat e majta të aleatit apo si vllajt të tij Kurti, për politikat me karakter asistencial, por nuk pati asnjë fjalë për mungesën e të ashtu quajtura politika zhvillimore, të cilët ishin aq shumë të dashura për të në ligjërimin e tij publik deri më sot. Qori kishte vrejtje dhe ka vrejtje për taksën e shesht që vazhdon të ngelet në fuqi ende në Kosovë dhe propozon në vend të kësaj taksimi progresiv që është tipik i lëvizjeve të majta. Dhe kur vjen puna te lëvizjet e majta, pra duhet të thënë se këto lëvizje, dhe këtu po ricitoj një shkrim të Guardianit, që është nga gazetat ikonike të smajtës evropiane, kur i referoi Sirizës Tsipras, i thoshte të majtët kanë taktika shumë të mira për të ardhur në pushtet, por nuk i kanë ato për të ndëjtur atje. Nuk është ky rasti i Qorit. Parashikimet nuk japin në asnjë rrethan atë si lëvizje fituese apo si lëvizje që duhet të përcaktuese në zgjedhjet e ardhshme, por gjithsesi shumë prej atyre që ai tha, shumë prej atyre që janë qëndrime të publike, janë qëndrime që parathon një lloj intransigjencë ideologjike, një lloj qasje, po themi, ekstremale, ekstremiste, cila do t'ja vështirësoj apo e vështirëson koalicionimin e tij të mundshëm me çdo lloj partneri politik.